Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline. Si çdo të enjte në orën 21:00 jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapanço dhe do të flasim pa diskutim për ditën e 33 të protestës qytetare që mbahet në Tiranë. Ka nisur për më parë se sa një muaj e gjithë revolta e qytetarëve, por sot të ndalemi në dy pika të saj. Ajo çfarë ka ndodhur para ditëve, duket që protesta është ndarë në dy kampe, në atë që ka pasur sot përpara parlamentit, një front i protestuesve janë gjendur atje duke protestuar, duke sjellë përplasje me policinë, tensione, por ka pasur ende shoqërime dhe arrestime për shkak të dhunës fizike që pati apo përplasjes që pati mes protestuesve dhe policisë. Nga ana tjetër, protestuesit e kanë quajtur ngjarjen e sotme tek parlamenti, ndërkohë që zhvillohej seanca plenare si një fitore të tyre, si një kërkesë të tyre për të çliruar vendin nga ata politikanë të cilët sipas tyre sot u ka ardhur fundi, dhe nga ana tjetër vetë mazhoranca në pushtet i ka cilësuar disa prej protestuesve të dhunshëm edhe si mbetje sociale dhe politike. Vetë opozita sot kishte zgjedhur të ishte pushim. Nga ana tjetër do të kemi mundësi të kuptojmë se çfarë do të ketë pasoja e gjithë kjo situate sotme, kur 33 ditët e protestës në kryeqytet kanë qenë totalisht paqësore, demokratike, duket që ditët e fundit, paktën për shkallëzimin e ditës së sotme, ka sjell një tjetër pamje të protestës së qytetarëve. Por arsyet dhe çfarë pasojash do të ketë, do të kemi mundësi që të diskutojmë dhe të analizojmë sot në studio. Kam kënaqësinë të kem në panel sot Alona Bylykbashin. Faleminderit, është kënaqësi, mirë se vjen. Faleminderit. Përparim Çaça, faleminderit, kënaqësi, mirë se vjen. Me ne në studio dhe Faik Basha, faleminderit, mirë se vjen. Mirësi. Lardeta, faleminderit, kënaqësi, mirë se vjen. Në doja të uroja mirëmbrëma edhe koleges Daniela Maloku, e cila ndodhet në terren duke ndjekur protestën në ditën e 33 të saj. Nëse e kam gati, lutem Regjeto, doja të shihnim edhe një plan të madh se çfarë ndodh me protestën. Jemi gati 2 orë nga orari zyrtar i thirrjes së protestës në ditën e saj 33 maraton në mesin e bulevardit, ku protestuesit kërkojnë pa ndërprerje largimin e Edi Ramës, shkarkimin e tij si kryeministër, e mëtej edhe një qeveri tranzitore që do të përbëhet me disa elementë që patjetër edhe në diskutimet që ne kemi pasur ka disa pikpyetje, sidomos për pjesën juridike. Nëse e kam Danielën, lutem ma konfirmoni regjia për të parë se çfarë ndodh aktualisht. Nuk ka nisur ende marshimi, vijojnë ende fjalimet me gjasë të qytetarëve. Këto janë pamjet që vinë me dron në ekranet tuaja përmes Report TV. Sapo kolegja Daniela Maloku të jetë gati, do doja ta kishim komunikimin, dhe ndërkohë një sinjalizoni nëse kemi edhe avokatin Alban Duraj, i cili është një herazi edhe avokati i disa prej protestuesve të cilët janë shoqëruar sot. Okej, kemi Danielën, më pas do kemi komunikimin me Albanin. Daniela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Marcela. Çfarë po ndodh aktualisht? Vijojnë fjalimet apo jo pas shpinës tënde? Dëgjojmë edhe në studio fal transmetimit për të kuptuar cilat janë kërkesat që vazhdojnë e përsëriten dhe artikulohen nga protestuesit, por do doja të më jepje një impresion se si kanë reaguar sot protestuesit që mblidhen pas dite, pasi kanë parë ngjarjet apo zhvillimet që kanë ardhur para dite në parlament. Në fakt, thuajse të gjitha fjalime gjatë mbrëmjes së sotme ka qenë të përshëndruara tek ajo se çfarë ka ndodhur gjatë paradites në protestën përpara parlamentit, por edhe ajo që pasoi, po themi përplasje, tensionet dhe mëtej arrestimet e protestuesve kanë nisur që në grumbullimin e protestuesve në sheshin Skënderbej, thirrjet lironi çunat tan, ndërsa që në fjalimet e para të mbajtura, qoftë ai nga organizatori Arben Kola në sheshin Skënderbej, e kanë quajtur provokim të policisë gjithë ngjarjen që mëtej pasoi me përplasje dhe me arrestimet, sikurse theksuam, ndërsa në rolin e përfaqësuesit të grupit të organizatorëve edhe Klevin Muka u shpreh se policia në fakt ka qenë ajo që ka provokuar protestuesit që drejt parlamentit kanë shkuar me vezë dhe miell dhe me asnjë strategji tjetër për të ushtruar dhunë, po themi, në drejtim të efektivëve të policisë, ndërsa theksoi se sipas protestuesve gjithë përplasja dhe gjithë irritimi ka nisur pasi edhe policia private e deputetit socialist Ulsi Manja
ka dhunuar protestuesit. Paktën ky ishte pretendimi ngritur nga protestuesit që atë mbrëmjes së sotme, teksa kanë mbajtur fjalimet e tyre përpara godinës së kryeministrisë, ndërsa sigurisht kanë vijuar thirrjet Marcela në drejtim të jo vetëm kryeministrit Edi Rama, thirrja për të cilën në fakt është e përsëritur që duhet të jap dorëheqjen, por edhe në drejtim të liderit opozitës Sali Berishës, që po ashtu e bëjnë bashkëfajtor se ka uzurpuar nga ana tjetër opozitën. Po? E kuptoj. Mirë, në rregull, Daniela, me të nisur marshimi, besoj do të jemi sërish në komunikim të drejtë për drejtë së bashku. Faleminderit për gjitha detajet. Okej, falenderojmë kolegen Daniela Maloku. Zonja Bylykbashi, ju keni qenë sot në parlament, keni shpëtuar Mjellit dhe Vezës? Po i kam shpëtuar Mjellit edhe Vezës, po situata në fakt sot ka qenë një situatë shumë agresive. Si e perceptuat? Ju patët mundësi të hynit lirëshëm në parlament, apo detyruat të gjenit rrugë alternative? Nuk ishte mundur që të hyje lirëshëm në parlament. Të gjitha hyrjet për në parlament ishin të bllokuara nga protestues dhe pavarësisht se kishte një zinxhir të policisë së shtetit, kishte goditje nga distanca me gur, me vezë. Ishte një situatë shumë kaotike që kërkonte që të shoqëroheshim. Unë personalisht jam shoqëruar nga punonjës të gardës, që nga momenti që kam dalë nga Toptani ku edhe parkova, kështu që ishte shumë e vështirë. Keni shfrytzuar hyrjen alternative anësore tek akademia? Hyrjen alternative. Edhe dalja ishte po një gjë, madje në dalje ka qenë një situatë akoma edhe më shumë e irrituar edhe më shumë agresive nga të gjithë protestuesit. Sigurisht që kjo që pam sot është një shfaqje shumë e shëmtuar për Shqipërinë e vitit 2026. Është një shfaqje që na tregon se si degradoi ajo protestë e cila nisi si një kauzë qytetare për mjedisin dhe për projektin e Zbërnecit, që ndoshta kishte gjithë drejtën që gjatë rrugtimit të saj të shoqërohesh edhe me kërkesa dhe pakënaqësi të tjerë të qytetarëve që kanë një të drejtë legjitime për të protestuar në raport me çdo shërbim që ndoshta se kanë marrë siç duhet nga qeverisja, por si duket forcat që e drejtonin këtë protest, frymat dhe do ndalemi tek ata që mund të jenë pas dhe fryma, por gjithsesi ju pse mendoni, e kuptoj, siç ishte menduar në fakt. Pse mendoni që u pritën 33 ditë? Ju keni pasur seanca parlamentare edhe 2 herë brenda javës. Keni pasur seanca çdo të enjte, por qytetarët nuk kanë ardhur. Edhe pse ju keni qenë, pse mendoni që ka pasur nevojë që sot, kur ju ishit në seancë parlamentare, të zhvillojë një protestë e tillë, një manifestim i tillë? Që solli dhe përplasje dhe tensione. Ju po i drejtojeni si qytetar, po unë mendoj që aty sot nuk ishin qytetarët që protestojnë shesh. Sot aty ishte pjesa e individëve që janë të inkriminuar, individëve që kanë interesa të tjera në këtë protestë. Po, ju keni fakte kur brini akuzat të tilla të inkriminuar, se këto janë akuzat të rënda pastaj. Sigurisht, një sër individësh i kemi bërë me elemente të caktuar, i kemi nxjerrë edhe i kemi bërë edhe transparent dhe të dukshëm në fakt për pjesën tjetër të qytetarëve për të kuptuar se kush po i drejton dhe drejt çfarë po i tërheq në atë protestë. Po, a është ky linçim që po bëhet nga majoranca ndaj qytetarëve? Jo, ky nuk është një linçim sepse ne nuk po linçojmë qytetarët. Qytetarët po i dëgjojmë në fakt gjatë gjithë kohës, ndërkohë që ajo që po bëjmë publike janë fakte reale mbi prova të cilët dëshmojnë se kush janë ata të cilët kanë marrë drejtimin e protestës dhe që po përdorin ata qytetarët që kanë një legjitimitet në kërkesat e tyre. Dhe desha të them njëkohësisht që sigurisht që nuk do të ndodhte kjo që ditën e parë, protesta, siç e tham, filloi si protestë qytetare. Që një shembull i demokracisë për çdo protestë. Ishte një protestë në fakt që ishte forma më e pastër e shprehjes së një nga mekanizmave të demokracisë, siç është e drejta për të protestuar. Por ajo që do të them është që ndoshta me kalimin e këtyre ditëve, dhe kjo nuk ka ndodhur në një ditë të vetme, por ka disa ditë tashmë që protesta ka filluar të shfaqet çdo ditë në pamjen e saj reale, pra në pamjen e grupimeve që kanë interesa destabilitetin në Shqipëri. Okej, mirë, do të shohim tani një këndvështrim që vjen pikërisht nga protestuesit përmes zërit të Alban Duret, në cilët kam në komunikim të drejtë për drejtë, apo jo regjia? Është avokati i cili sot ka mbrojtur disa prej protestuesve të cilët janë shoqëruar. Alban, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën. Ku gjendesh aktualisht? E di që ka qenë një ditë e ngarkuar sot me duke shoqëruar. Unë JVP Minepeza, pra 302,
dhe kemi ardhur këtu sepse një pjesë e protestuesve janë sjellë në këtë JVP, ku ne jemi disa avokat, por i kemi ndarë për shkak edhe të... Sa rezulton të jetë deri më tani numri i të shoqëruarve të arrestuarve, po? 20 janë të cilët nuk janë liruar. Pra 20 protestues të cilët nuk janë liruar, janë shoqëruar më shumë, gati 50 gjatë ditës, por 30 janë liruar, ndërkohë që 20 prej tyre janë shpërndar në drejtorinë e policisë Tiranës, drejtorinë vendore, janë shpërndar edhe në JVP Minepeza dhe tek 313. Pra nga komisariatet që ishin shoqërimet e para kanë kaluar në JVP aktualisht. Kush kanë mbetur ende i ndaluar? Po. Kështu që do të thotë ata janë arrestuar në flagrancë dhe natyrisht duhet të dalin në masë sigurimi personal, ku afati maksimal është 72 orë, pra brenda 72 orëve duhet të dalin në mënyrë që të vlerësohet masa e arrestit dhe gjithashtu gjykata të vendosi për masën e sigurimit personal, nëse do të qëndrojnë në burg, do të qëndrojnë në shtëpi, apo do të qëndrojnë të lirë detyrim paraqitje apo pa masë sigurimi personal. Cilat janë akuzat që rëndojnë aktualisht për të shoqëruarit të ndaluarit? Unë përfaqësoj Gent Progni, i cili ai ka 2 akuza, shkatrim prone dhe kundërshtim të forcave të policisë. Pra, këto janë 2 akuza të cilat janë ngarkuar. Akuzat të cilat janë kryekuput akuza politike për shkak gjithë veprimtarisë së tij qytetare që ka mbajtur gjatë gjithë periudhës, sidomos gjatë gjithë 6 viteve të fundit, ku ka bërë edhe 2 kallëzime penale, kallëzim në vitin 2022 për sa i përket sigurisë kibernetike të Akshit, gjë që doli skandali i Akshit, pra e dim të gjithë se çfarë aferash të mëdha dhe shpërdorim të fondeve publike janë bërë në këtë institucion. Ka bërë kallëzim penal lidhur edhe me sistemin e të dhënave personale, siç është të dhënat cila kanë dalë nga Albania, gjithashtu edhe një kallëzim së fundmi për kryeministrin Edi Rama. Kështu që ai është i bindur, zoti Progni është i bindur që ky është një arrest kryekuput politik për shkak të gjithë veprimtarisë së tij edhe për shkak të organizimit të kallëzimit penal, pra që kanë depozituar dije në prokurorinë e posaçme. Gjithashtu ne i bëjmë thirrje prokurorëve të cilët kanë marrë të çështje që të reflektojnë, pra zoti Progni duhet që të lirojë në mënyrë të menjëhershme, sepse vetë akuzat e kanë marzhin e dënimit deri në 3 vite, pra edhe nëse do të jenë të vërteta. Pra ky është le të themi marzhi maksimal, edhe për duke marrë në konsiderat të gjithë protestuesit e tjerë ndaluar. Gjithashtu duhet të sjellë në vëmendje vendimin unifikues të gjykatës së lartë lidhur me masat e sigurimit personal, për cilat vetë zoti Rama është kujdesur dhe ka bërë thirrje gjatë gjithë kësaj kohe për prokurorinë e cila vendoste pra ose më saktë kërkonte dhe gjykata i miratonte ato. Represive, masa represive, po. Masa të mëdha, ndërkohë që kur vjen puna për qytetarë cilët bëjnë një detyrë qytetare, kërkojnë të drejtat e tyre që kjo qeveri nuk i ka plotësuar me arrogancë të madhe. E kuptojmë, po këto të drejta, Alban, këto të drejta e ta i kanë ushtruar deri sot, deri në këto momente që flasim, vazhdojnë të ushtrojnë përpara kryeministrisë dhe nuk kanë përveç miellit edhe vezëve dhe të gjithë çfarë mund të gatuajnë protestuesit në dorë të lirë me armët e tyre të kuzhinës janë më se legjitime, por të merren ngurët nga toka këtu pastaj nuk e di se sa flasim për të drejta, për të goditur uniformat blu. Ne të gjithë e kemi parë se për çfarë u bë ky reagim. Reagimi u bë sepse është hedhur piper në drejtim të protestuesve, natyrisht është hedhur sprite, pra i ka agravuar ata. Gjithashtu janë goditur me shkopim gome. Kemi parë 2-3 policë cilët merrnin zvarr protestuesët, agjentë të policisë të cilët kanë ndërhyrë në mënyrë jo të drejtë, pra jo proporcionale me goditjet që mund të kenë bërë protestuesit me miell dhe me vezë, dhe këto janë protestat cilat format e protestave njihen në çdo vend të botës. Pra kemi pasur protesta. Po nga protestuesit që je duke përfaqësuar Alban aktualisht, ka nga ata të cilët kanë goditur dhe me gur dhe me sende të tjera të forta në drejtim të policisë? Ato përveç protestuesve pam dhe policë plagosur sot lënduar me gjak. Do të kuptojmë se kush ka qenë agresori, kanë qenë organet e policisë së shtetit, cilat nuk kanë ditur që të menaxhojnë situatën për shkak të urdhrit politik që ata kanë marrë dhe jo për shkak të respektit me ligjin apo respektit për uniformën, pra duhet kuptojmë që ata
kanë marrë urdhër politik dhe këtë e kanë pohuar edhe vetë jashtë kamerave ose më saktë në mënyrë private punojësit e policisë që ne kemi urdhër që të kryenim arrestime lidhur me këta protestues të cilët kanë protestuar në mënyrë të drejtë, por natyrisht duhet kuptojmë që këto forma protestash janë në çdo vend botës. Kemi parë në shumë vende të botës, dhe shumë vende të botës funksionojnë po prapë edhe shoqërimet dhe arrestimet. Po, arrestimet, por edhe lirimet. Duhet të kuptojmë që lirimet, patjetër që mund të shoqërohen, mund të merret identifikimi i qytetarëve, po për këto vepra të cilat ata akuzohen janë vepra të cilat nuk mundet që të mbahen të arrestuar. Megjithatë ne shpresojmë shumë tek gjykata, por natyrisht edhe tek një reflektim i prokurorëve të çështjes, të cilët duhet të bënin lirim të menjëhershëm. Jemi drejtuar me kërkesë sot prokurorëve të cilët kanë rastet konkrete për secilin nga protestuesit dhe presim një vendimarrje nesër të organit të akuzës, i cili ka të drejtë që të bëjë edhe lirimin e menjëhershëm të tyre protestuesve. Në rast të kundërt, atëherë ata do të dalin për mas sigurimi personal në gjykat. Por i përfaqësuar nga ana ime, zoti Progni, dyshon se ky arrestim është bërë për shkak sepse ditën e shtunë do jetë protesta e madhe kombëtare dhe natyrisht një pjesë e protestuesve të cilët janë arrestuar janë një nga le të themi pjesë e organizatorëve të kësaj proteste, të cilët kanë qenë aktiv dhe natyrisht kanë ndihmuar gjatë ditë kohës me le të themi organizimin që kanë bërë për qytetarët, me foninë, me shpërndarjet në rrjete sociale dhe natyrisht kjo është një akmarrje që është bërë ndaj tyre në mënyrë që të friksojnë qytetarët dhe mos dalin dhe besoj dhe i kërkoj gjithë qytetarëve që në datën 4 të jenë masivisht në mënyrë që ne të vrasim frikën dhe ti tregojmë kësaj qeverie. Tani Alban avokat apo protestues, se duhet ta ndajmë. Do të ftojnë në studio të flasësh si protestues. Datë 4. Unë jam në të dyja pozicionet, pra kam qenë frymzuar avokat. Por natyrisht edhe si përfaqësues i zotit Progni. Okej, faleminderit shumë Alban, faleminderit për kohën që ka qenë ditën e nesër. Ka pyetje avokate? Po, nëse ke një pyetje shumë shkurt lutem, po. Alban, e kam Albanin ende? Regjia? Po, urdhëroj. Nga Faik Basha lutem një pyetje. Avokat, të përshëndes. Unë kuptova dhe shqetësimin edhe tuaj për të patur një masivitet të protestuesve me datë 4, por ajo që më shqetëson është kjo që është gjetur burimi se nga e kanë marrë urdhrin policia për të goditur protestuesit. Por me që ju jeni afër protestuesve, e keni pyetur se nga e kanë marrë urdhrin për të goditur policin me pllaka dhe me shkopi dhe për të shkatruar mjetet e institucionit, siç janë mjetet e policisë? Ajo duket si drita në diell, sepse ne kemi regjistrimet për fat mirë të mediave që kanë pasqyruar gjithë protestën dhe natyrisht që ky kundërpërgjigje ka ardhur si pasojë e sulmit që kanë sjell organet e policisë apo punojësit e policisë së shtetit. Dhe ne dim fare mirë se si polica, pra kemi parë përgjimet cilat kanë dalë nga prokuroria e posaçme lidhur me vepra të caktuara të rënda kriminale, ku policat kanë qenë të përfshirë apo punojësit e policisë kanë qenë të përfshirë në këto aktivitete kriminale. Dhe ne shikonim se si merreshin urdhar politik, se si bashkëpunojnë me krimin, kështu që logjika është e njëjtë. Ka një e bëra pyetjen sepse sot aq më tepër se gjatë këtyre ditëve vetë punojësit e policisë që kanë qenë prezent për ruajtjen e sigurisë, ata pajtojnë me të drejtat që kërkojnë qytetarët, si rritjen e pagës, sidomos e morën vesh, e kuptuam, avokate. Bashkojnë qytetarët, por aty janë për e kuptuam. Detyruar që të bëjnë edhe e kuptuam. Qëllimi ishte me që në protestë janë vënë re dhe element të krimit, menduam mos i kanë marrë urdhrat nga këto dhe këto protestuesit. Okej, faleminderit Alban për kohën, ishte kënaqësi. Aty nuk ka pak element të krimit, sa për dieni, por edhe lidhur me atë çfarë tha zonja Byllikbashi, pra deputetja, për element kriminal, janë kapur disa figura të cilat edhe mundet të kenë
pasur dënime, pra dënime të cilat për ato vepra penale që kanë kryer, ata e kanë kryer dënimin, por ne kemi institutin e rehabilitimit, gjë që ky është një institut shumë i rëndësishëm, që do të thotë qytetarët janë barabartë, edhe pse vuan një dënim penal, kjo do të thotë që ata nuk kanë të drejtë të protestojnë. Ashtu sikurse pam edhe një ish drejtor apo ish kandidat për deputet të Partisë Socialiste që ka nxjerrë zonja Bilali, që thotë që ka ardhur nga jashtë për të protestuar, ndërkohë pse ka qenë kandidat për deputet apo deputet lidhur me këtë. Se jam laj. Kam një fëmijë këtu edhe nuk po më lë. Këke atë fëmijën që përqafoi ai polici atje përpara burgut, ai polici që goditët sot ju me gur, atë fëmijën ke? Edhe në këtë kuptim, Jo, ka fëmijën e vetë. Keni qenë me Partinë Socialiste, keni qenë drejtor dhe s'keni të drejtë. Pra ju s'keni të drejtë që të protestoni. Pra, kjo është logjika juaj e kësaj mazhorance që është këputur. Ne ju kemi lënë juve të protestoni në të drejtën tuaj qytetare dhe demokratike prej 30 e disa ditësh tashmë, por sigurisht që asnjëri nga ju nuk ka të drejtë të cënojë sigurinë dhe jetën, qoftë punonjësve të policisë, qoftë të deputetëve dhe qoftë çdo qytetari që është në punën e tij duke kaluar të ajo rruga, të bllokoni ju në mënyrë të padrejtë dhe duke mos respektuar asnjë ligj të shtetit shqiptar. Të korrupsionit dhe nuk doni që ata të arrestojnë, edhe pse veprat e tyre penale mund shkojnë minimalisht në 10 vite burg, kërkoni që të jetojnë në gjendje të lirë, ndërkohë për protestuesit që kërkojnë për veprat e tyre, ju kërkoni që këta të shkojnë në burg. Pra kjo është logjika që kemi ndjekur fazën. Okej, faleminderit Alban për gjithë detajet që përcolle. Le të kërkojmë ndjesë edhe me fëmijën e vogël. Faleminderit. Okej. Avokat, si do duk protesta sot? E prisje që do kishte një përshkallëzim të tillë? Jo, me thënë të drejtën, ka një... Nuk duhet të angatrojmë, po themi, atë protestën tradicionale, të pasdites, me këtë, po themi, protestë e cila bëhet nga një grup i vogël, si që ishte rasti i kuvendit sot. Se çka i kuvendi që infekton protestat? Ndoshta dhe kjo, ajo sot në kuvend më duk një protestë shumë, më duk si një protestë ala Albin Kurti. Pra, ishte... Ka këto mënyrat, po themi... Jo alla Berisha, nuk përse. Nuk ka lidhje fare. Kjo, ndoshta pjesa e vezëve është simbolike, madje në thonjza pak edhe ai linçimi, sepse ju thotë linçim, deri diku ka shkuar, po themi, qytetari duke linçuar deputetin e vet, po themi në thonjza, se presupozohet në kuptimin e përfaqësimit. Ata që njihnin, se pjesën më të madhe edhe nuk e njihnin. Tani, po flasim gjithmonë për ata cilët minimalisht kanë nga 4-5 legislatura, kupton? Dhe normalisht atyre ju turrën më shumë, po themi. Edhe kjo e pazakon, po themi, nuk është se ka ndodhur herët e tjera, që një deputet kur del, po ndoshta, edhe një protestë e tillë që ka 32 ditë, 33 ditë tashmë, mund të ketë arritur dhe në një moment të caktuar që ka dhe një frustrim, quheni lodhje, quheni padurim, pra ka ardhur një moment që është sosur dhe durimi. Dhe ka, po themi, këta reagime që për mendimin tim nuk i shërbejnë kauzës, pra nuk i shërbejnë protestës të madhe që bëhet çdo ditë. Kështu e gjykoj. Që ka qenë totalisht qytetare deri në këtë moment. Sepse forcën kjo proteste ka pikërisht për faktin që nuk ka dhunë. Dhe në darkë nuk ka pasur asnjë lloj problemi dhunës, edhe në marshimin që bëhet, edhe në ligjërimin që bën shumë protestues aty, nuk ka pasur probleme. Ama kjo, po themi, kjo ndarje, të paktën disa ditë, që bëhet pranë disa institucioneve, ka bërë që personazh të, po themi, të veçantë të protestës mund të kenë qaste të tjera, pse jo, sepse duhet kemi parasysh një gjë që prurit që janë pikërisht në këtë protestë nuk është se janë kaq homogjene. Pra, po themi që është një grupim i caktuar, është tjetër gjë kur nuk e di kur bën protestë partia demokratike, ka një regji ka një kontingjent demokratësh që ai kanë njëmërës përbashkë. Më pas marrin dorë qytetarët me ato spektaklin piroteknike etj etj, por në fakt ka gjithmonë një regji. Këtu nuk është e njëjta gjë. Dhe është një protestë qytetare, protestë e paqët, të paktën ajo që shikojmë çdo natë. Dhe për këtë është pëlqyer. Ajo që unë shikoj pavarësisht nga kjo, ajo që unë shikoj në këto 32 ditë, sepse ta dhe deputetja që ju kemi lënë të protestojnë, nuk është se e keni lënë, nuk është se e keni në dorë që do t'i lënë. Nuk i kemi cënuar. Jo, është kur thuaj që i kemi lënë, do thotë nëse ka një akuzë që e keni në dorë që t'i pengon. Jo, absolutisht nuk kishte këtë konotacion. Është e garantuar me ligj, pra në rast madje këto proteste i bën vetëm mirë vendit. Kishte këtë konotacion. Ajo që duhet bëj kjo maxhorancë është minimalisht protestën mos e sulmoj.
madje edhe vetë kryeministri, po ta dëgjoj, të reflektoj, prandaj janë protestat. Një majorancë, nëse është realisht të përgjegjshme, do duhet ta dëgjoj protestën. Por çfarë? Ka dëgjuar, ma ja Regjana ndihmo pak. Dhe kur them që ta dëgjoj, do duhet të reflektoj, por jo duke i sulmuar, duke i marrë individet tek e tek. Njëherë thanë që janë iranianët, pastaj u thanë që janë izraelitët, se shlidhe kanë të dyja bashkë, hajde merre vesh. Më pas kishim Sot është Kremlini, zoti Balla sot Grekët. Çan nuk është thënë se kush janë brapa, po themi kësaj proteste. Dhe në momenti që u tentuat të kishte një apo 2-3 individ që po themi ishin ata liderit të kësaj proteste, çfarë nuk u thanë dhe çfarë nuk u anatimuan. Ama kjo që ndodh në lidhje me dhunën, sepse është e vërtetë që kishte dhunë sot, më thonë unë pash që ndoshta ku në përgjigje mund të ketë qenë provokim, do jenë hetimet ata që do shikojnë se çfarë ka ndodhur realisht. Kemi 20 vetë që siç duket do dalin mas, pra do kemi një mas ose minimalisht do duhet një mas e sigurimit personal sipas organit prokurorisë, do të shikojmë, por ama edhe ndërhyrja që unë pash në 2-3 momente e policisë ishte jo proporcionale, këtë duhet ta themi. Pra, ishin 3 veta, 4 veta, me një person të cilët e kishin, po themi, aty nuk ishte më se çfarë do bënte, goditjet me kamçike me këto gjëra mu dukën absolutisht jo proporcionale, të cilët nuk ishte momenti. Pra, ndoshta akoma policia ose organi i policisë, për mendimin tim, nuk ka arritur t'i menaxhojë këto protesta, ishte një protestë me numër të vogël protestueshit. Imagjinoni se çfarë mund të ndodh me ato protestat e darkës, apo një protestë masive siç do të jetë ajo, ose siç kanë qenë disa e 4 korrikut, për mendimin tim do duhet një organizim tjetër, edhe për sa i përket policisë. Nuk ka nevojë në ato momente kur ti e menaxhon. Nuk ke pse godet pafundësisht kur ai në thojza është i dorëzuar. Sepse shqyr tashmë i kemi live, pra nuk është siç ka qenë tashmë kemi. Pikërisht i kemi live. I kemi tridimensionale. Pikërisht i kemi live, edhe duhet të ndajmë qartë pak qëndrimet se ai ishte reagimi i policisë proporcional apo jo. Pavarësisht të qenit në një protest, protestues apo me çdo lloj emërtimi, ne duhet kemi shumë të qartë që shkelja e ligjit është përgjegjësi individuale e njerëzve. Pavarësisht nëse janë pjesë e një grupimi, e një proteste apo jo. Dhe sot, atje, në atë vënd, unë kam qenë dëshmitare e gjës, se kam kaluar 2 herë në atë vënd, dhe nuk e shikoj. Çfarë ju bën? Dhe nuk e shikoj, po. Jo, ja po flas tash. E para po flas, po vezën. Kjo klas politike ka 30 vjet që ofendon këta njerëz. Jam duke thënë që një vezë e hedhur, qoftë edhe ndaj meje, doja kisha pranuar në simbolin e protestës, patjetër, por ato njerëz kanë shkelur sot ligjin, sepse kanë goditur forcat e policisë. E dini ju që janë 11 punonjës së policisë së shtetit me dëmtime në spital që po marrin. Si mund të kenë dhe protestues, ë? Po, patjetër që mund të ketë dhe protestues. Policia e shtetit kishte marrë masa, kishte bërë gardin policor brenda të gjithë protokollit që parashikon siguria. Ishin protestuesët të cilët në mënyrë të dhunshme prishën gardin policor, që sulmuan forcat e policisë me gur. Dhe në një rast të tillë, ju e dini shumë mirë që ligjërisht, nëse policia të bën thirrje dhe njoftim për të shoqëruar, qoftë edhe në mjetin e policisë, sepse një person i cili nuk ka ushtruar dhunë, mund të bashkohet lehtësisht dhe duhet i përgjigjet. Është detyrim ligjor të përgjigjesh urdhrit të policisë. Dhe në rast se ju atyre ministrave, sepse mendojnë që nuk mund të preken shefat e tyre. Ata e kanë bërë. Manjës ka qenë jashtë parlamentit dhe ka qenë është e vërtetë. Situata e ndodhur me zotin Manja nuk ka lidhje fare me pjesën tjetër të agresivitetit dhe të dhunës. Do ja u shpjegoj unë tani që ta keni të qartë. Ne kemi parë gjithë, nuk është. Por është shumë e rëndësishme të themi që reagimi i policisë është proporcional tërësisht në momentin që bën thirrje për shoqërim dhe personi nuk i përgjigjet, policia ka drejt ta marrë dhe ta shoqërojë në mjetin përkatës. Dhe kjo është ligjore. Nuk është si duam ne ta interpretojmë. Ne mund kemi dëshirë të lëmë ata si nga parlament, pak reagimin e Ramës. Nëse bëj këtë situatë kaq procedurale, shikoj do duhet shoqëroj etj etj. Aty jemi në një situatë nervash në të dyja palët, nuk është kaq e thjeshtë. Siç ishte realisht dhe siç e përjetova aty në moment. Okej, se ja, për shembull, Çaça tha, ai varet se si duhet ta dëgjoj qeveria dhe si e dëgjon.
Reldar, ja si e ka dëgjuar Rama sot, kalimi në dhunë fizike është e vetme ajo që mund të provoj tani më korja e zezë dhe shtak zemërakve të bulevardit politiko-mediatik të Tiranës, koleksionistëve të precedentëve kriminal dhe duarve të huaja pas tyre. 3 element, thot, vetëm në një fjali. Duhet akoma durim e pastaj i vjen radha reflektimit. Tani do të më lejosh 2 gjëra të them sa i përket protestës, se ka 2 pamje kjo protesta. Ajo çfarë i ka sjellë si kosto drejt për drejt kryeministit Rama dhe për hir të vërtetës dhe ajo çfarë sjell si kosto edhe për shoqërinë shqiptare, në përgjithësi. Po e nis nga kjo për Edi Ramën si kosto personale. Edi Rama në 13 vite qeverisje është akuzuar nga mediat, nga analistët, nga logjika qytetare, si një individ i cili e ka personifikuar qeverisjen. Në aspektin që Rama ishte i gatshëm të merrte njerëz krejtësisht anonim dhe t'i vendoste në tribunën e politikës dhe në krye të shtetit shqiptar pa i dhënë shpjegim askujt. Dhe argumenti atij ishte se unë jam votuar nga 850.000 shqiptar. Po, dhe sheshi nuk i justifikon. Ishte një lidhje e drejt për drejt e liderit, e drejtuesit shtetit shqiptar me qytetarët e Republikës Shqipërisë. Kjo protestë ka thyrë këtë mit. Pra ja ka hequr këtë laskrën e fundit që e mbante të mbrojtur kashi opinionit publik, kritikëve të tij, por edhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Sot Edi Rama nuk mund të personifikoj shtetin shqiptar, as kabinetin e tij qeveritar dhe nuk mund të ketë argument të faktit që është i lidhur drejt për drejt me qytetarët e Republikës Shqipërisë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që për hir të vërtetës ja kthyer si kapital negativ Edi Ramës. Dhe kjo protestë ka bërë këtë gjë. Njëra anë. Ana tjetër? Kjo është ana që e ka dëmtuar shumë Edi Ramën në perceptimin e tij, sepse politika është perceptim fundit, në raport me elitën kombëtare, por në raport edhe me partnerët tanë. Dhe mendon që do ketë një reflektim Rama në këtë? Pa diskutim, sepse kjo është do të ketë reflektim, por ajo çfarë po bën ndodh protestë është panja tjetër, kosto e shoqërisë shqiptare është që kemi një vulgaritet të frikshëm në përmasa kolosale që është ngritur në podium. Nuk kam parë personalisht një lloj vulgu të tillë që marrin përsipër të trumpetojnë një protestë politike me koncepte të tilla. Ndoshta jemi mësuar me ato pjesë të klishet organizuar, që e japin gati. Nuk kam sinqert, ja vëm lejo se ta shpjegoj. Solidarnoshi, një nga lëvizjet më të forta politike, më geniale, edhe pse nuk arriti të shkojnë në fillim, por dha metastaza të jashtëzakonshme në Polininë e mëvonshme dhe ajo që ndolli ju e dini. Solidarnoshi, truri i asaj lëvizje që nisin ka tjerë detare, pra sindikatave dhe ku bashkangjiten elita kombëtare polake, por edhe qytetarët, drejtohen nga Adam Mishnik. Lideri Dori Lezvalesa, por truri ishte Adam Mishnik, njeriu që e projektoi si lëvizje filozofike, politike, qytetare. Dhe Adam Mishnik ishte gazetari Financial Times dhe 33 gazetarët më me ndikim botës, një nga 33 gazetarët më me ndikim botës. Sot po të pyesim se kush është truri i kësaj proteste, janë ca paqavure që të vjen në veri, të vjen në veri që ta konsiderojmë protestë qytetare dhe protestë se këta njerëz prit. Këta njerëz thonë, të lutem, po këta njerëz thonë, po japin fjalën Faik Bashës. Kush është ky individ që thotë po jap fjalën Faik Bashës? Pyetja e dytë. Ne thotë në podium po prap, tjetri, ne nuk na turpërojnë, thot, ata çfarë thonë në fjalë. Kush janë këta që u turpërokan? Pyetja e dytë. Dhe ju thoni nuk është ka protesta dhe nuk ka protesta një mekanizëm, një tru që organizon protesta. Ata 70 individet e paraditës, ata 70 individet, unë e kam studiu protestën. Unë nuk vin studiu i pa përgatit. Madje atë që thash para, nuk do ta thoja, por e kam thënë si kundra përgjigje gjithë analistëve që mbrojnë protestën. Më dëgjoj pak. Truri i protestës së paradites, lidhet me trurin e protestës së pasdites? Po, i ke këtu, i ke këtu. Janë? Ato të paraditës, kanë lidhje apo kanë lindarje? Kanë lidhje të drejt për drejt, se janë ata njerëz që përcaktojnë retorikën e protestës. Një protestë ka simbolikën pa diskutim janë numrat, që është
është gjë kur shohim numrat të gjithë trondit. Konsekuenca, numrat, dhe kjo protestë se ka qytetar dhe këtu tërgu që kjo qeveri shtresën e mesme e ka barbarizu, e ka bërë disfunksionale dhe një shtet pa shtresë mesme solide dhe sot jemi realist, ne e shohim kudo. Mësus, i kemi në familje nga 30 vjet, eksperiencë, mësua dhe nuk mbyllin dot muajnë është përgjësi drejt për drejt e kësaj qeverie. Nuk e shmang dot këtë gjë. Dhe nuk mund ta ketë, prandaj ta thash atë argumentin e 850.000 votave, çfarë i ka bërë këtë parti. Këtë mit ja ka thyrë këtij kryeministri. Po, ja thot, në rastin më të mirë thot qeveria janë 10.000 në shesh, 15-20, po nuk e profilizojnë 800.000. Po shkoj për te kësaj unë, lutem, më kupto. E thash këtë gjë për të gjithë njerëzit dhe intelektualet në Shqipëri, analistët, që unë kam për disa kam shumë respekt, për disa tjerë s'kam respekt fare, i ftojnë mediat, janë personazhe në media, po për mua s'vlen asgjë, po e bëj këtë në respekt të atyre, të dijes tyre, por edhe si antitezë e mendimit tyre. Ata në thelb nuk e kanë kap se ku qëndron dhe çfarë i solli shoqërisë shqiptare kjo protestë. I solli ato që ta thash unë fillim, këtë i ka sjell, vetëm këtë i ka sjell. E ka ekspozuar Edi Ramën përballë opinionit publik, pra personifikimin dhe ato çfarë ne e konsiderojmë një farë mënyre autokraci. Këtë ja ka hedhur poshtë. Unin e partisë. Kjo ja ka hedhur poshtë sepse shqiptarët nuk ja pranojnë ato 850.000 vota që ka marrë Edi Rama për ta treguar si i zgjedhur i popullit dhe lidhja e tij drejt për drejt me qytetarët që diku vendos kulla, diku i merr toka tjetrit, diku e mendon gjithë atë filozofinë e vet, nuk funksionon kjo. Që do thotë është një qeverisje, nuk është një qeverisje që ka vullnetin popullor dhe qytetar. Këtë i ka sjellë qytetarët që ata nuk duan ta kapin këtë gjë, por e kapin për t'i bërë presion dhe për të negociuar me pushtetin e Edi Ramës dhe kjo është një gjë shumë e turpshme, sepse këtu kemi një problem shumë të madh me sigurinë kombëtare. Tu ka ndërfutje totale të muslimanëve. Do të diskutojmë influencat, ja sa të kalojmë pjesën e parë. Të lutem ta them edhe këtë. Nga Erdogani që ka funksionuar nëpërmjet xhamive, pa diskutim ka influencë politikës kosovare drejt për drejt Albin Kurtit, sepse këshilltarët Albin Kurtit dalin dhe bëjnë deklarata duke mos i shmangur kosovarët që bëjnë, por vetëm duke u marrë me këshilltarët e afërt të Albin Kurtit që bëjnë deklarata kundra qeverisës Edi Ramës dhe kundra vërtet, gjoja me Tagrin si qytetar të Republikës Shqipërisë, pa diskutim nuk ju mohohet kjo drejt, por nuk mund shmangim faktin që këshilltarët e afërt, njerëzit ideologjik që kanë prodhuar ideologjinë e vetvendosës, janë njerëzit që bëjnë antitezën e kësaj qeverisje. Okej. Basha, pse degenerojnë në dhunë sot protesta? Protesta degenerojnë në dhunë sepse qëllimi i organizatorëve të asaj mini proteste, sepse nuk mund të themi protestë, ishte një grup i organizuar, i cili kishte një qëllim të caktuar dhe kishte objektiva të vendosura për secili pjesëmarrës në atë grupim kishte një rol të caktuar. E veçon nga protesta e pasdites apo është pjesë të SKT-s? Protesta është ndarë në dy shtresa. Është njëra shtresë e cila ka ideuar, ka punuar me organizmat brendshëm dhe të jashtëm për të arritur një ditë në një pikë të caktuar dhe për të shfrytzuar një situatë apo një element apo një ngjarje të përditshme dhe për ta kthyer atë në këtë lloj proteste dhe detyrimisht gjitha shqetësimet që qytetarët i ngrenë, problematikat që kanë në jetën e përditshme shkojnë dhe i bëjnë pjesë të këtyre protestave të cilët në vetvete për pjesën më të madhe të atyre qytetarëve, nuk po them sot sepse sot janë shumë pak, domethënë krahasim me disa ditë, po disa ditë ka pas qytetarë të zakonshëm të cilët janë bashkuar aty për të shprehur shqetësimet e tyre. Kurse pjesa organizative dhe ajo pjesa për të cilën ne kemi ngretë gjithmonë atë pikpyetjen se kush është lozha e cila e ka organizuar, ideuar dhe po e frymëzon dhe po e frymëzon dhe po e financon këtë protestë, do të thënë kjo protestë është nga protestat më të kushtueshme që kemi parë deri më sot. Ne nuk e dim. Megjithatë, unë sot kam krijuar profilin e atyre dhe nuk më intereson fare emrat se kush janë ata.
sepse deri tani kisha një dëshirë për ditur se kush është figura, për të parë figurën, me qëllim që për të kuptuar se çfarë profili dhe çfarë përfaqëson dhe çfarë mund sillin në jetën politike të Shqipërisë. Prandaj protestat nuk kanë nxjerrë ende një lider deri tani. Protestat nuk kanë nxjerrë një lider. Duke kamufluar le të themi me qytetarët. Protestat nuk kanë nxjerrë. Ne nuk e dim se kush është realisht. Nuk kanë nxjerrë një lider, por sido që të shkojë ta nxjerrë liderin, lideri është një ekstremist i dhunshëm, i cili ka për qëllim arritjen e objektive të tij personale dhe këtë të ngarkuara nga brenda dhe nga jashtë vendit dhe ky është qëllimi i tij. Dhe këtë ke për një profil apo për një person? Jo, është një grup pash i cili ka bashkuar interesat e tyre. Pra profili atyre personave ata janë ata të cilët u shfaqen sot përpara parlamentit, pra ky lloj profili, të cilët gjymonin njerëzit në qendra tregtare, kapnin çdo njeri që kalonte që ishte i veshur me kostume i thoshte ti deputet je dhe mande dorën me vezën në dorë dhe tromaksin gjithë njerëzit, u futën nëpër biznese dhe bën çfarë deshtën sikur të ishin në shtëpinë e tyre. Shkuan atje, pastaj shkonin nëpër tavolina e u thonin qytetarëve çfarë je, a je deputet, as je deputet, tash qytetari s'dinte ç'thoshte. Thoshte jam deputet se ndoshta mos shpëtonte se s'dinte se kush është. Kishte frikë, thoshte se jam deputet, kishte frikë. Pra ishte një terror i cili u përhap në gjithë zonën përreth parlamentit. Dhe ky nuk është një mesazh i cili as përfaqëson rinin shqiptare, as përfaqëson qytetarët shqiptar, as nuk përfaqëson një forcë politike e cila mund të lindi nga kjo protestë, por kjo përfaqëson disa individ të caktuar që brenda vetes tyre mbartin shumë të zeza, të cilat kur të bëhen publike do të tromaksen të gjithë ata të cilët i kanë besuar kësaj proteste dhe kanë shkuar mbas kësaj proteste. Po Basha, duket normale që eksponentët e Partisë Socialiste, Dodi Balla në vetë të parë sot ka thënë që disa protestues janë mbetje sociale edhe politike? Shiko, duhet të analizojmë të gjithë... Dhe që pas tyre që ndronë Kremlini. Pas atyre që reshtoi Çaça, pak tani ka dalë edhe Kremlini. Kemi diskutuar dhe këtu nuk ka dyshim. Ne Iranin e kemi të vërtetuar që është pas kësaj proteste. Ne interesat ekonomike të fqinjve, të cilët nuk duan që Shqipëria të ketë zhvillim dhe të ketë ekonomi qëndrueshme dhe turizëm stabil elitar, ne e dim dhe nuk na bëjnë më çudi këto gjëra. Ne interesat të forcave politike të Kosovës, të cilët kanë një pakënaqësi me qeverinë dhe tentojnë dhe shfrytëzojnë çdo lloj mundësie që u del përpara për i futur shkëpi në rrota e qeverisë dhe pa e ditur që kjo dëmton shtetin shqiptar dhe nuk dëmton qeverinë, sepse kur një parti politike e Kosovës tenton të futet brenda interesave të politikës së brendshme, është e dëmshme për dy vendet tona dhe mendoj se ka qenë pa pjekuri. Erdoganin pse e shmang? Shiko, e shmang Erdoganin sepse unë mundohem të nisem mbi ato fakte që unë besoj që i kam krijuar në gjithë këto 33 që 2013 që kanë bërë çdo protestë, nuk po tham më para. Por që nga 2013 që i mbajnë mend kështu. Sepse i kam bërë më para, por këto i mbajnë mend që nga 2013. Ka një ekstremizëm, prit se duhet jena është do guxim kjo punë, nuk është kjo të themi dalim ne aty ku na pëlqen do ta themi, aty ku sa pëlqen do dhe fakt. Jo, nuk e përfaqësoj. Ne kemi fakt. Jo, nuk e mos e di, mos e di. Dhe vajza treja me shani, burra që stilizojnë komplet atë. Sot të ndaluarit ashtu kanë qenë. Islamik janë të shfaqur në podium për herë të parë. Në qoftë se prevalon, në qoftë se prevalon. Unë kam informacion. Unë këtë kam informacion. Nuk po ja fus kot, se nuk do ta kisha kur guximin ta thoja pa pas informacion. Në xhamiat shqiptare, në disa xhami. Unë jam musliman, frekuentoj disa nga bëhet presion që ti bashkangjiten një pjesë e komunitetit. Nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Unë jam musliman edhe unë frekuentoj një pjesë të xhamive në Tiranë. Në Tiranë shkoj. Çfarë flet? Mos e kesh kuptuar debatin. Ka element radikal, ka element që përfaqësojnë një rrymë të caktuar. Në përfaqësi fetare totalitare. Që përfaqësojnë një rrymë të caktuar që janë bërë pjesë e protestës dhe është ajo rryma që përfaqësonte edhe Iqbalja. Pra ka këtë, po unë nuk e lidh këtë me rrymën islamike të Turqisë apo që përfaqësojnë dhe Erdogani dhe nuk ka asnjë lloj lidhje. Nëse nesër dalin fakte, mund t'i pranoj, po deri tani nuk e kam vënë. Një përgjim, sa duke i thash, ma jep se në emision jo, tha nuk ta jap, se është çështje individuale.
Intelektual që këtu ka një grup intelektuale është besimit islam, gjoja me besimit islami politik, beti është besimtar musliman është gjë perfekte dhe të bësh islamin politik është diçka krejtësisht e ndryshme. Nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Unë e vlerësoj çdo besim dhe jam partizani çdo besimi. Dhe e konsideronin si sukses faktin që im përdorin një term që e përdorin këta musliman, po unë sa mbajta mend të jemi sinqert, se nuk kam shumë afrimitet në kuptimin e kësaj, pavarësisht se e vlerësoj. Ideja ishte kjo, pra, besimtarët e një xhamie ishin vendosur hoxhallarëve dhe ishin imponuar në kuptimin për t'ju bashkangjitur kësaj proteste. Pra, është e ditë tani të fundit. Dhe besimtarët, ato grup besimtarë dhe këta intelektual të cilët e reklamojnë shumë këtë gjë. Dhe janë pjesë e mezhlisit ton, mediatik, politik e tjerë, ishin shumë të gëzuar që kjo po ndodhte. Janë rryma duke qenë që nuk e njeh. Dhe mu më shtetëson shumë që islami politik po tenton në këtë moment të futet, të ndërfutet në këtë lloj proteste për të krijuar një gravitet. Pa diskutim nga Turqia, sepse Tika është financues shumë i projekteve të tyre individëve. Kaq, është shumë e thjeshtë lidhja. Të bësh këtë lloj analize nuk do thotë domosdoshmërisht që të bësh një lidhje dhe një qasje të veprimtarisë së këtyre grupimeve apo le themi sekteve të caktuara me reagimin edhe qëndrimin e drejtuesve të shteteve përkatëse. Kështu që e dëgjova pak gjithë diskutimin e bërë, po ndaj të njëjtën qasje qoftë për qeverinë e Kosovës edhe qoftë për Erdoganin edhe qeverinë e Turqisë. Mendoj që nuk kemi në këto ndikime, sigurisht që kemi atëherë pse jemi në ndikime ruse dhe Kremlini jemi në grupime dhe në interesa të sekteve të caktuara që vinë dhe nga Kosova edhe sigurisht edhe nga pjesa e islamikëve, por që nuk e lidh këtë me një, apo sot që flasim, akoma ne nuk kemi një informacion apo një të dhënë që na lidh me qeverisjen e këtyre vendeve. Cili është skenari rus që ju keni të dhëna dhe që e keni artikuluar sot si mazhorant? Në këtë disinformim, ndërkohë që për të gjithë rrymat e tjera, ne i kemi artikuluar, ashtu si kundër u artikulua dhe Kremlini sot. Keni të dhëna si keni këto informacione? Ju keni artikuluar ato që s'janë dhe nuk artikuloni ato që janë. Kjo paradoksi juaj. Ne kemi artikuluar ato të dhëna që kemi nga institucionet e sigurisë në vënd. Për to që ju artikuloni, kurse unë të dhash si sot fakte këtu dhe thu mos u dezinformoni. Nuk është fakt. Ai e ka dëgjuar pra. Si s'është. E ka dëgjuar, Dhe u shpjegoj, nuk është fakt nëse ti thuaj që kam dëgjuar që mbrënda disa xhamive po i bën presion njerëzve, ka bërë në një përgjim dhe e dyta, më tha që dëgjova një regjistrim e shprehur këtu, i cili thoshte që kam dëgjuar që janë të kënaqur. Ju nuk i keni parë ato vajzat që kanë folur në protestë. Ajo që unë mendoj, Heroin kombëtar Skënderbeu e konsideroshin si I ke parë ato? Nga është lidhja, nga Iraku, nga Turqia, nga e ke lidhjen? Po, nuk di ta them tashi, kujt rasti po i referohet specifik. Por ajo që më intereson, e di që më intereson tashi për të folur, se nuk më intereson shumë. Kjo pjesë e gjë. Dezinformon kur ju s'keni zero informacion. Nuk po të them që dezinformon. Po mos i kujdes pra. Mos më thuj mu dezinformon, sepse unë di i përgatit. E di çfarë shkolle është shkolluar ajo vajza që doli të folin podium, që heroin kombëtar Shqipërisë e bëni nuk ekziston fare, një njeri nuk e njifte. Shkollën, po këto janë faktet, kështu lidhen faktet më zojnë. Kështu lidhen faktet, si u lidh kanë faktet. Zotri, isha duke thënë që në mendimin tim, dhe në të dhëna që kam. Si pas me e, si pas mendimit tim, ju po dizinformoni, dhe mendimi jotë mos më intereson fare. Po ty mu mos interesoj, mos më intereson se sa e përballë me media, unë po të njështë mu marrë me mendimin e gjithë. Jo, po, çështja është që ty mos interesoj, po ka një fakt të tash unë nuk desha me bë këtë diskutimin kështu mbi njëri tjetrin, po është shumë e rëndësishme që të themi një gjë,
që kur flasim dhe ngrem disa akuzat caktuara, duhet që këto faktet mos jenë në nivelin e... Atëre kush është fakti që sot është përmendur Klimni? Ajo që dua t'ju them, unë personalisht nuk I kam faktet, po jam e bindur që ata që flasin si përfaqësues në këtë rast kryetari grupit ka të gjithë të dhënat të cilat vijnë nga institucionet e sigurisë. Ne I besojmë institucioneve të sigurisë së Shqipërisë. Okej, që të flasim pak gjithë. Besoj që bijem dakord të gjithë që të paktën kjo lloj proteste është një protestë atipike. Pra, nuk ka ndodhur në këto 30 vite. Multidimensionale, po. Jo vetëm, nuk e di çfarë kanë quajtur me shumë gjyra, quajnë se doni. Për disa arsye. Së pari, kjo është një protestë që nuk është një protestë të bukës së gojës. Pra, nuk është një protestë e njerëzve në nevojë ekstreme që kanë dalë aty sepse nuk ushqejnë dot, nuk e të ndodh. Jo. Shumica atyre që janë aty janë të shtresës mesme. Janë profesionistë të lirë, po të shikosh, janë njerëz që realisht kanë pagat mira, kryesisht, nuk po them paga shumë të larta, por realisht më shumë se sa në kuptimin e nevojës ekstreme janë aty dhe kanë ngritur ca kauza, pra të paktën edhe pse jo të artikuluara mirë, dhe mua me thënë të drejtën, në kundërshtim nga ajo që më thotë Eldari, mua kjo më pëlqen. Sepse jemi lodhur për Flamingo të dëgjon më tani çata, okay. Shiko, Flamingo ishte thjesht për mua absolutisht vetëm një indicë që nuk ishte lidhje fare. Nuk ka lidhje më me Flamingot kjo. Madje as me, nëse doni, as me atë projekt po themi madhor të Zvërnecit, nuk ka lidhje fare. Pra, dhe për këtë është një protestë të veçantë, se kur s'ka ndodhur ndonjëherë, e para. E dyta është një protestë të veçantë sepse për herë të parë në Shqipëri dalin qytetarët dhe nuk është se anatemojnë ose janë kundër vetëm majorancës që është në pushtet. Por janë edhe kundër opozitës. Ma diskutojmë opozitën. Pra, një sekond, është një protest anti-establishment. Dhe me thënë të drejtën, kur s'ka ndodhur. Pra, po kujt I intereson? Po pritë të mbaroj, pra, një sekond, se si ti elenkoj. Tjetra, është shumë e rëndësishme sepse ata qytetarë, pavarësisht se ky grup I padukshëm, leadershipi, quhen si doni protestës, akoma nuk është identifikuar, ashtu si duhet, ndoshta 1-2, ose mund të dim. Del një gazetar sot dhe thotë në emër të grupit organizatorë. Dhe shumë se ditë, grupit organizatorë të institucionit të punonaj, apo të grupit organizatorë të protestës. Ky grup na kanë bërë lëmsh me këto tash. Tërësisht, po themi në sekret, e quhen si doni, organizon dhe nxjerr në shesh kaq shumë qytetar, madje të rrymave të ndryshme, sepse ai është një grup logjistik deri tani, që grupi mikrofonit. E tha mirë, ky t'jep mikrofonin. Jo, nuk është vetëm grup logjistik. Logjistik, akoma nuk është grup politik, akoma kur ta kemi, madje janë të vonuar. Nëse do po patjetër, pra, të dua të them. Ai është grupi kur ta mbaroj, besoj që do të kuptoj se e mbarova. Pra, në gjitha këto situata, jo vetëm kaq, por ka edhe një pikë tjetër. Jo, ata që gjithë, pavarësisht se janë musliman, katolik, ortodoks, se nuk dua ta ngatrojmë të pjesën. Sepse dhe I gjë do të them Eldari, dakord mund të jetë ashtu. Po pse ajo që është me Shami është ndaluar që dalë protestë? Jo. Të lutem, ta mbaroj. Madje mund të ketë qenë në shkollë edhe në universitetet iraniane. Nuk më intereson fare. Ata janë shqiptarë të gjithë. Madje disa janë dhe të trojeve shqiptarë që nuk jetonin në Shqipëri. Edhe ata nuk kanë të drejtë. Po shikoj, në ngrata tani e sa ndorën. Po pra, është në ngrata për shkak të qendrimit. Ato ishin aty. Edhe kur ndonjëherë në atë shesh kanë qenë këta rryma, si qytetare ke plotësisht drejt apo? Po ta mbarojmë një sekondë. Okej, vazhdo. Ka kaq shumë rryma të cilët janë independente me njëra tjetrën, nuk janë që shkojnë në të njëjtin mendim, se nuk duhet përdor termin turm. Pra, realisht ato rrymat, madje mund mos kenë interesa të përbashkëta. Madje disa, siç janë ata sot, kanë interesa tjera, mendoj që do duhet të jenë më agresiv, nuk e di, më të dhunshëm e tjera. Jo, nuk shkojnë në unison me protestën që bëhet në darkë dhe me atë psikologji që ka ajo protestë në darkë. Kjo është një situatë, dhe duhet ta themi, aty ka musliman, ortodoks, katolik, madje nëse doni LGDB, quheni ç'do doni. Një gjë kemi të thënë. Ai bërtham që ky grup I padukshëm, tani ne kemi vite që jemi në studio, ka një gjë. Edhe ne na bën përshtypje, si ka mundësi me këto njerëzit, ky grup I padukshëm, arrin të mbledh kush po I mbledh, kush po I mbështet, kush po I financon, kush po I indikon. Një sekond, se mund tjetë edhe kjo një gjë, një indicia, ose më një artikulojmë sot një gjë që e ka thënë kryeministri që në ditën 2 të protestës. Që në ditën 2 të protestës
është një gjë që e ka thënë. Uroj që mos e ke thënë ai, po megjithatë Jo, ai e ka thënë dhe mund ta vërtetosh, po ka thënë që në ditën 2 të protestës, që ka një pjesë të qytetarëve që kanë një kërkesë të drejtë Po, zorrat e flamingët. Dhe ka unë e di që ju nuk doni protesta. Zorrat e Ata kanë dalë, ajo protesti kundërdrejtohet kësaj majorancës së parë. Ajo analiza që ju sapo dhe di që ju nuk doni protestë, unë e kuptoj. Ju jeni në rregull pa protestë, por ama ata qytetarë tashmë kanë dalë. Ja kanë prishur gjumin këtij kryeministit. Nuk i kanë prishur gjumin fare kryeministrit, po kanë bërë një gjë të mirë, thjesht kanë rritur nivelin të Partisë Socialiste në raport me qytetarët e drejtë e kërkesën e tyre legjitime. 100 më shumë, 1000 më shumë. Një kërkesë e kanë bërë. Por Partia Socialiste është komplet. Do ju mbysë, thoshte një sot. Nuk është çështja, nuk flasim me Partia Socialiste do ju mbysë. S'është e vërtet, nuk flet Partia Socialiste. Ashtu më tha, ne kemi thënë që në ditën 1 do ju dëgjojmë dhe nga gjithashtu kemi thënë që do të reflektojmë për çdo shqetësim që ngrejnë qytetarët e vërtet dhe që kanë nevojë të reflektohen. Skenari rusë si eshe? Po të duash flasim në çfarë kemi bërë në 13 vjet. Çfarë nuk kanë hedhur, thash unë mund të besojmë gjithë shka, tash duke filluar nga iranianët, edhe rusët, mund të fusim aty, kemi futur grekët, çamët, ças kemi futur brenda, mund të jenë edhe rusët. Absolutisht, madje rreziku rus Ballkan është diçka se nuk duhet marrim shumë me gjeopolitikën, por kjo është një gjë që ndoshta edhe këtu, pse jo gjen një terren caktuar, pse jo absolutisht për të qenë aty dhe për ta përshkatëzuar, po themi, tension. E marrim të mirë qenë çata që ka ndikime të huaja, siç thotë edhe kryeministri Rama, por edhe shumë tjerë mund ta mendojnë njëjtën gjë. Cilat janë interesat për këtë Shqipërinë që nga jashtë na thonë që jemi e vogël dhe të ketë kaq shumë ndikim nga fuqi të mëdha që duan të kenë stabilitet. Edhe kur gjoj para këtë skenarin iranian, me kaq shumë probleme, po themi sa kemi, unë nuk e di ose Irani me ngushticën e Hormuzit me gjithë këto probleme. E ka mendjen këtu tani të Shqipëria e vogël? Po pra nga thelsia e Turkës ka edhe kjo një lidhje, që lidhet tërësisht me projektin, me influencën amerikane, me ndikimin e Kushnerit në projektin. Padyshim, çdo gjë e ka një argument edhe një lidhje. Edhe kjo pjesa, po themi... Tani pse nuk e sulmojnë Amerikën në gjithë vendet e tjera të botës, për ta sulmojnë Shqipëri për të sulmuar Amerikën. Ata protestues atje e mendojnë që kjo klasë politike, ose ata njerëz të cilët kanë fuqinë dhe forcën politike në këtë vend, ata kanë rënë dakord për zëvërnesën dhe e kanë zgjidhur këtë punë. Ata janë dakord që të dy... Po thua një gjë që nuk e ka thënë Sheshi, se ai Sheshi dhe ata qytetarët... Ai Sheshi dhe ata qytetarët... Kjo klasë politike thotë e ka shitur vend në këtë Sheshi. Dolën për mjedisin, dolën... Dhe të dy zoti Berisha që në dalin e pare ka thënë që jemi pro investimin në zëvërnesë. Në pjesën e diasporës të thonë poshtisi vetëm që ditën e parë. Pra që të thonë, si majoranca, si opozita kanë qenë dakord dhe kanë qenë pro investimin kjo është një kërkesë artikuluar shumë më nga nisja e protestës. Berisha e ka bërë në ditën e Sheshi është kundër, po themi këtij pazari. Sheshi në D-ja ka bërë gabim. Po as qytetarët Sheshi. Në D-ja ka bërë gabim që atërheq me deklarata. Mund të jetë një parti e djathtë kundër investimit më. Ore, s'ka Berisha deklarata pare kishte në rregull. Po, pra. Problemi është e ndryshoi rrugës. Dhe protestës të bashkua, po. Edhe sjellja e Partisë Demokratike, sepse gjysmën këto tani që i ke këtu i ketë Partisë Demokratikës, unë i njoh një pjesë, i njoh personalisht. Në protest. I njoh një pjesë, i njoh shumë mirë. I ketë PD-s. Se i ndritën protestat e vetë. Kjo është arsyeja pse nuk erdhën sot në parlament që mos binin në sy që ata do ta diskutojmë pjesën tjetër. Keq koordinim se një pjesë ngecën aty. Pastaj shumica kanë qenë katër. Kanë qenë të festuar që nuk po zgjedhjet e partisë kanë bërë gjetje. Shilltar në kuën kishte vesh xhaketë, edhe i hangër një dy vezë se nga trup. Me deputet. Po se kujtuan se është deputet. Po dish, hyshin sot dyqane biznesin tu kontrollu. E di ku ka, po shfaq një problem shumë të madh kjo proteste tani. Ti dalësh kësaj proteste qytetarët e këta thonë është bashku njerëzit qytetarët, pa diskutim se janë bashku, sepse në 13 vjet qeverisje ka pakënaqësi të jashtëzakonshme. E reflektoj protesta se këtu pakënaqësit janë shumë mëdha, goditje shumë e fortë të shtresës mesme. Të gjitha këto ekzistojnë dhe janë ngjitur, janë bashkangjitur, por protesta po është kapur dhe po mbahet peng nga grupe interesi caktuar për t'i bërë presion kryeministrit Edi Rama. Në ditën e sa është 33 sot. Po, 33 sot. Po të shohësh,
protestë që artikulon pra ndryshim sistemit, politik. Nuk ka lider. Dhe shtrohet që është si ka mundësi... Jo ndryshim, shkrirje të gjithë kastës politike, të është akoma më ekstreme. Sistemin zgjedhor, duan ndryshim të sistemit. Pra, si ka mundësi që nuk një protest politike nuk e ka prodhuar një lider. Hera parë që ato nuk donin të ishin deputet sot. Nuk ka prodhuar një bërtham njerëz. Ata gjishin sot. Një bërtham njerëz të cilët opinioni publik, për 15 rrugës, protestuesit, qytetarët, ju mendoni që deputetët nuk do donin të ishin sot në parlament? Po që unë nuk kam parë protest politike, të pak të deri në sot. Duke i studiu gjitha protestat politike, ndryshojmë protestat kazuale, në kuptimin si që ishte ajo për armët kimike. Ajo është një rast kazuale tjetër. Ajo e pranon mos krijimin e një lideri politik. Por mos ketë një celul, mos ketë një bërtham që këta do organizohet një asamble, pra të projektojnë vetën të ky grup. Reldar, do krijohet një asamble, një kryesi që dhe ato element janë evaziv dhe nuk dim... Deputetat të ndryshme që sot akoma asnjëra nuk ka marrë jetë dhe nuk ka pas asnjë zhvillim për te asaj që kanë referuar apo kanë artikuluar. Po do ta shkrinë parlamentin dhe do të bëjnë një qeveri të re. Në të njëjtën linjë isha duke thënë dua ta lidh vetëm një fjali me faktin që protesta pikërisht për këtë, ky është rregullsi që protesta e qytetarëve është mbytur nga interesat e të tjerëve, sepse qytetarët, për pakënaqësinë që kanë ndaj qeverisë, në një moment caktuar, vinë me kërkesa të qarta për përmirësimin dhe rregullimin e situatave konkrete. Jo me protesta e ka gjë e parë, i jep Pedorheqen. Në këtë rast, e ka kërkesën e parë. Nëse ti e plotson këtë, ka mbaruar këtë gjë. Jep Pedorheqen, po bëj dhe unë ta po e këndoj protestën. Kë do kandidojnë? Jep Pedorheqen, është kërkesa numër 1. Kë do kandidojnë? Kë do kandidojnë për kryeministër? Ato që ajo nuk është një kërkesë e qytetarëve. Ajo nuk është një kërkesë e qytetarëve. Ajo është një kërkesë politike e këtij grupi që duke kërkuar në shef, duke përdorur qytetarët, do të ketë një arem politike që do të vi vetë në pushtet. Po kush do ta bëjë? Kush janë ata? Përmes çfarë organizimi? Çfarë organizimi këtë akoma nuk e dim. Prandaj njerëzit i kanë ikur dita ditës. Do të shohim datën 4, zonja Bashkë. Do shohim datën 4. Po padyshim po protesta nuk është ditë, po efekti aty sheshit ka ardhur dita ditës duke u zvogluar, duke parë çfarë kërkesash artikulojnë këta që në fakt nuk mbajnë vetëm mikrofonin dhe nuk merren vetëm me logjistikën, po merren me të gjithë anën e errët të protestës. Dhe njëkohësisht duke parë dhunën që ata po ushtrojnë, njerëzit dita ditës kanë filluar të distancohen. Dhe sot janë të atë. Okej, mirë, të shkem në hapësirë publicitare, lutem do doja me regjin të shihnim edhe njërë planet, ka nisur marshimi prej kryeministrisë komplet bulevardi qendror, këtu janë tek Bashkia. Vazhdon marshimi i qytetarëve. Po, shohim vetëm pak sekonda. Dhe jemi sërish me vëmendje tek protesta, publicitet, rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, shohim her pas here në planet përmes wallit ton edhe protestën, vazhdon marshimi qytetarëve, kanë kaluar tashmë zonën e Bashkisë, do të ketë sërish një xhiro për të mbërritur në bulevardin kryesor, ku pritet të duhen edhe pak minuta në fakt në përmbylljen finale të këtij marshimi. Kemi folur për përplasjet përgjatë ditës së sotme në parlament, përplasjet të cilat kanë sjellë shoqërime, tensione, lëndime nga të dyja palët, si nga uniformat blu ashtu edhe nga protestuesit, ndërkohë që priten edhe janë paktën 20 vetë të cilët janë ende të ndaluar. Ajo që do doja të diskutonim tani lidhet në fakt pjesën politike dhe të ndalemi tek gjuajtjet që janë bërë sot në parlament me vezë dhe me miell, por të cilët kanë qenë në shënjestër vetëm socialistët, ata të cilët janë mundur të kapen në fakt nga protagonistët e kësaj proteste, pasi opozita sot në një mënyrë të organizuar ndoshta apo të organizuar, nuk di ta përcaktojmë saktësisht,
nuk ka qenë fare në parlament e ka bërë pushim. Donja Beliukbashi, s'keni pas asnjë kolegë sot të krahut tuaj anash për të pasur një diskutim, parlamenti ka mbaruar për gati një orë gjysmë, gjithçka që ishte le të themi parashikuar për diskutuar me orë të gjata rendit ditës, ju keni qenë totalisht të qetë në vazhdimsinë tuaj vetëm me mazhorancën. Pse munguan sot demokratët? Si e lexuat ju? Demokratëve dhe opozitës në parlament nuk është se na sjell qetësi, se nuk i bën mirë parlamentarizmit në fakt. Jeni mësuar me zhurmë, ky parlament i zhurmshëm. Jo, jemi mësuar që të kemi se duhet në parlament kesh edhe një opinion kundra. Gjës, edhe diskutimit të bëj sens edhe të jetë një përplasje idesh. Por në fakt vetëm kur kam përfunduar ditën e punës kam parë në media që disa prej tyre kishin ardhur dhe kishin hyrë deri në oborin e parlamentit, çuditërisht më bëri shumë përshtypje që ata ishin të vetmit që nuk u goditën as me vezë, as me gur si ne të tjerët që i morëm të gjitha në kuriz gjatë hyrjes së daljes. Dhe pastaj ajo që më bëri përshtypje është vetë lideri i opozitës Berisha doli në një mbrojtje të disa hershme me disa postime. Ta vazhdojmë pak më shumë, mua bëri përshtypje që në të njëjtën sekond që Rama bëri një status, edhe Berisha bëri një status me një herë mbrapa. Madje kishte guxuar që të bënte një status ku thoshte se policia po tërhiqte zvarr në mënyrë të dhunshme një protestues, po ndërkohë ka haruar që kamerat që janë aty e kanë filmuar këtë protestuesin duke goditur me gur policinë e shtetit. Dhe në ndërkohë e quante një qytetar që proteston në mënyrë paqësore. Me thënë të drejtën, kjo nuk është ndonjë çudi e madhe, as nuk është ndonjë gjë e re për ne, se argumentat e të parit të bardhës të zezë dhe të zezës të bardhë nga zoti Berisha janë krejt normale, edhe këtë gjë e qas në fjalimet e tij në një mënyrë krejt natyrshme, por nuk e kuptoj këtë qasjen e opozitës me protestën, po mundohet prej kohësh ta bëj veten pjesë të protestës, duke pranuar edhe faktin pse ata thrasin Berisha në burg, Berisha ke kështu me Rama në burg. Po patjetër të dyja, por ndërkohë që ne dëgjojmë pjesën e qytetarëve dhe reflektojmë, ata marrin pjesë në protestë, mbështesin protestën që thotë Berisha edhe Berisha në burg. Mbase nuk i vin valet deri në fund, zonja Beliukbashi, mbase se vin valet deri në fund të fjalisë. Mbase nuk i vin valet deri në fund të fjalisë, të protestuesve. Nuk e di si vin valet, po besoj. Tani unë kam një pyetje për ata cilët të mund thjesht Berisha ka një interes, sigurisht edhe Partia Demokratike ka një interes, duke kuptuar që në një garë të vazhdueshme demokratike nëpërmjet mekanizmave që përcakton kushtetuta shqiptare se si merret pushteti tashmë prej 4 mandatesh nuk ka arritur ta mundi dhe të ketë një fitore ndaj Partisë Socialiste, ndoshta mendon që përdorja e kësaj protestës, ndoshta arritja e qëllimit të saj, duke qenë se i vën këtë termin qytetare për rrëzimin e qeverisjes aktuale, ndoshta do të krijojë atij hapësirën që të ketë më shumë mundësi, por sigurisht edhe kjo është një skemë menduar gabim si çdo herë në të gjithë këto vitet. Si daljen llogaritmir thoni ju. Okej, po mirë, atyre që sot mund të kenë si bëjnë, jo se si daljen. Okej. Mirë, edhe kjo mund pranohet. Atyre që sot për shembull e kanë parë protestën, ndryshe nga 33 ditët që ne kemi parë protestë, kanë ngritur disa pikpyetje që ky mund të jetë një skenar edhe me një lloj iniciative të opozitës, le të themi duke parë mungesën e saj sot në parlament, për t'i dhënë këtë lloj impulsi kësaj protestës dhe për të prishur atë idenë e një proteste paqësore, duke qenë se protestuesit në Korë thrasin kundër edhe Berishës edhe Ramës. Pra, e ka shfrytzuar Berisha për ta ulur edhe thirrjen ndaj tij në burg, Rama në burg. Ka një pakt në fund të ditës për gjithë të që kanë një mendësi të tillë? Një pakt ndërmjet kujt? Mes Ramës dhe Berishës, dhe Berisha në këtë rast, në fjalë të thjeshta, ndihmon Ramën të protestat të ulit apo të bëhet pis. Në fakt, ti skenari, ju si e përgjigjeni? Jo, nuk e shikoj fare këtë linjë, sepse ajo që ka ndodhur është që unë e shikoj tërësisht në linjën që e shpjegova pak më përpara, pra ata nuk kanë asgjë bashkë Rama dhe Berisha. Si një mundësi, po asnjëherë nuk kanë pasur gjë bashkë Rama dhe Berisha përtej faktit që kanë qenë përballë njëri tjetrit në gjithë këto vite. Po ajo që do të thosha është që në fakt elementet që sot shkaktuan dhunën dhe që drejtonin atë turmën e protestuesve aty janë ata elementet që janë që nga dita 1 në shesh edhe në protest.
si mbajtës mikrofonin fillim, pastaj si folës, pastaj si organizator që drejtonin edhe turmën drejt hecjeve dhe ku do t'ishin lëvizjet. Kështu më radhë janë shfaqur dhe sot pastaj janë shfaqur më të dhunshëm. A ka qënë Berisha që në ditën një të ajo protesta bashkë me qytetarët, si dhe them këto nuk besoj, kështu që nuk e shikoj argument. Reldar? Pse opozita vendosi ta bëjë pushim sot? Ditë pune zyrtare, ditë parlamenti, ne pristim sot që të diskutonim në emision, opozita pushim. Po, faktikisht shumë mirë ka bërë që është pushim se është cepi tjetër i litarit. Ja pra, teza që është cepi tjetër u artikulua sot. Është cepi tjetër i litarit dhe pa diskutim janë përgjegjës në gjendjen që është Shqipëria. Sigurisht barën kryesore ka ai që drejton, por nuk mund të lesh pa barë edhe alternativën. Mendoj që Partia Demokratike në këto 13 vite nuk i ka dhënë një lloj alternative bindse qytetarëve shqiptar, konsiderohet si pjesë e sistemit dhe realisht është pjesë e sistemit, që mas marrëveshja 2008-ës, ajo çfarë e shkatroi gjithë sistemin e konkurrencës në Shqipëri është projekti i Sali Berishës dhe Edi Ramës, është ajo çfarë i ka vënë damkën çdo lloj meritokracie në Shqipëri dhe kapje totale të pushtetit politik, ekonomik dhe kulturor në vend. Pra, liderët politik janë shndërruar në bosa politik. A është një koncept i Max Weber në shekullin e 19, që kryetarët e partive i konsideron si bosa, pra si njerëz cilët pronarët e një subjekti, pra nuk ka një ascensor vlerash ku njeriu nëpërmjet konkurrencës, nëpërmjet garës, nëpërmjet forume patjetër, po. Pra krijon një lloj graviteti dhe mund të eci përpara mbi bazën e meritës dhe sakrificës të tij dhe talentit, pa diskutim. Ne nuk e kemi këtë gjë, kemi këtë personifikim të dy figurave brenda subjekteve të tyre. Rama ka marrë dhe personifikimin, duke qenë partia e tij në pushtet, ka marrë dhe personifikimin e shtetit. Pra i gjithë shteti shqiptar personifikohet tek figura e kryeministit të Republikës së Shqipërisë, po të shohësh asnjë nuk guxon dhe kjo me drejt, nuk janë budallë, se kështu është ti themi që deputetët duhet të jesh budalla, se ndryshe nëse do të qëndrosh në politikë ti duhet të shkosh sipas linjës së kryeministit ose përndryshe ja simuluar. Koçeku është budallaqe? Ja simuluar, unë nuk pajtohem me njerëz. Që Mariana Koçeku është budallaqe? Nuk. Tani pa lema, po të që mos ma bë pjesë bisedën, tani po flisja për sistemin. Po flas pra një politikan që thot një zë kundër, është tani ajo një hipokrite se më vjen keq se flas për një vajzë sa grua, nuk e di çfarë është ajo që flas kështu, ajo një hipokrite, ajo kërcënohet e thotë do që kur bote mesazhe si Azem Galica tani e kupton. Ajo të thotë për bandat, ajo i ka pas bandat fushat tani, ne kemi raportuar për fushatën e Shkodrës, ajo i ka pas këtë bandat rreth rrotull fushat tani. Mos themi që s'kanë qënë tani. Është e pranueshme dhe ne dim realitetin si është atje. Por nuk po i merrem. Po merrem me personifikimin si. Kjo protestë çfarë bëri? Edhe Rama kishte si justifikim shumë të madh këtë gjë. Okej, dhe mungesa e opozitës sot? Çfarë sjell? Mungesa që tani opozita është mirë aty ku është. Opozita duhet tentoj. Duhet tentoj të jetë gjë realisht atë levën e Arkimedit për të bërë kapërcimin e madh dhe për të pas atraksion në shoqëri. Megjithatë dhe duhet theksuar, çdo zgjidhje që bën sot Partia Demokratike i ka zgjidhje krejtësisht artificiale. Unë jam një njeri që e njoh mirë me thënë drejtën, shumë pak kush e njeh Partinë Demokratike, në kuptimin këta që dalin në media. Dhe nuk e ka bërë pa qëllim Berisha sot. Jo, më thuaj, me që e një më mirë, më thuaj ku re ky veprim, ku re ky veprim i Berishës. Po shkon drejt një parti artificiale, totalisht artificiale, me idenë që ne po bëjmë, po sjellim të ri, por në thelb nuk ka shpirt. Nuk ka shpirt, sepse mungon meritokracia në seleksionimin e figurave drejtuese të saj. Qytetarët, pra, në qoftë se deputetët e mazhorancës socialiste nuk i njeh populli, kryesinë e Partisë Demokratike nuk i njohin demokratët. Kemi një fill që i lidh dhe një fill që i ndan
Po, si keni dalë në të përfundimin që deputetet e Partisë Socialiste nuk e një popë? Mos bje viktimë, unë e ngacmoj gjithmonë debatit. Jo, sot i pa me fakte, sot i pa me kamera. Disa herë, po pse ata atje janë. Kjo është e vërtet, ka disa që nuk e një njëri. Jo, qytetarët pra. Deputetet e Partisë Socialiste i njohin zonat e tyre zgjedhore, se në ka Tiranë, në ka përfaqësues, po ju dini shumë mirë që pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Socialiste sapo kanë bërë vetëm një vit, apo jo? Jam i bindur. Dhe në këto kushte, e rëndësishme është që deputeti, jo nuk e kisha personale, nuk e kisha personale, është shumë e rëndësishme që deputetin ta njohë zona cilën punon. Po thua tjetër gjë që po them edhe ne. Po deputeti nuk e kemi kryetar bashkie. O ka lidhje deputeti me zonën. Ke plotësisht e drejtë. Sa jeni shumë e saktë, duhet i njohë zona është përfaqësim, demokracia është përfaqësim. Pikërisht. Keni plotësisht drejtë, ky kod elektoral që ka Shqipëria sot e shmang përfaqësimin ABC-n e demokracisë. Dhe kjo është kritika ime, pa diskutime, miksi kjo e ka bërë, pak lista hapur ka përfaqësimin, por kjo është për të tallur, sepse e dëmton totalisht nivelin e demokracisë. Se një grup deputet është privilegjuar, një grup tjetër hamej. Dhe duhet të bëjnë luftën e gladiatorit për të dalë aty në... Ajo pastaj do një... Të lutem kjo të gjëmi një tjetër. Se i bëri bisht Berisha parlamentit? E pa kuptim, me thënë të drejtë, sepse unë të paktën, jo se mendoj, pa e kam bindje, që opozita duhet jetë aty ku janë qytetarët. Qytetën me... Aty ku janë qytetarët, nëse qytetarët në protest, aty do të jetë opozita. Do duhet të jetë zëdhënës e tyre, aty, politikisht do duhet ishte në parlament, për mendimin tim. Fakti sepse ishin ata duke protestuar dhe gjoja po gjuani me vezë të tjera, aq më shumë do duhet ishin prezent. Abandonimi i qytetarëve atyre që protestonin 10, 20, 30 nuk ka rëndësi fare numri. Opozita do duhet të jetë gjithmonë në krah të qytetarëve bashkë me qytetarët për të protestuar edhe ajo. Kështu që kjo mungesë nuk e kuptoj. Sepse kjo protestë, nuk e tham këtë, një farë kuptime e ka sfumuar pak edhe opozitën. I ka marrë një nga elementet shumë të rëndësishme, i ka marrë sheshin. Sepse ka qenë që domeni që ka pasur PD ishte që bënte vetëm ajo protesta masive, sillte herë në shesh, mbushte bulevardin, pak rëndësi kanë numër. Po bëndot Berisha asnjë protestë? Dërsa sot, ja që u ndjekan edhe me këtë grupin logjistik, si që kam quajtur unë, jo domosdoshmërisht vetëm partia, pra qytetarët mund të mblidhen. Dhe duam apo s'duam, unë besoj që Partia Demokratike, zoti Berisha, e kanë të detyrueshme që ta mbështesin protestën. Sepse do ishte në mënyrë absolute një vetvrasje nëse do dilnin kundër. Është e pamundur. Nuk i peni një pakt me shkelje syri me Ramën, apo? Shiko, mua më akuzojnë gjithmonë për këto pjesën e këtyre teorive konspirative, me thënë të drejtën, po ka një gjë. Unë e kam thënë që kur ata duan, merren vesh pa problem. Madje do merren vesh, akoma kemi 2 nga po themi reformat më të rëndësishme së shpejti, reforma zgjedhore, reforma territoriale, që besoj që edhe aty do merren vesh sa po të qetësohet pak po themi protesta. Nëse do të qetësohet. Nëse do të qetësohet. Por ka një dëshirë underground që të zbehet protesta, që të dështoj protesta. Të dy palve, pra. Të dyja palve. Absolutisht. Por normalisht më e interesuar është majoranca dhe është zoti Rama. Kjo është e padiskutueshme. Duke etiketuar, duke sulmuar, duke bërë gjithçka. Por unë besoj që underground është edhe PD-ja që faktikisht kërkon që ajo tjetë në krye të protestave dhe ta marrë. Po të shikoni, keni dëgjuar që thonë që shiko, sepse tani dolen këta, ne kemi 13 vjet që themi të njëjtat gjëra e tjera, kupton? Dakor që ti ke 13 vjet, por problemi është mënyra se si ti ke dalë në shesh, dhe nëse ti ja ke arritur që të sjellësh aty antarët, simpatizantët e Partisë Demokratike, ja ke arritur apo jo që të sjellësh aty qytetarët. Kjo është një diferencë, absolutisht, edhe ata janë qytetarë, por po flas për ata qytetarët të cilët janë pa parti, janë pa kënaqur që ata jetojnë në këtë vend, siç është pikërisht janë të fasha po thënë. Janë ata që kanë votuar Partinë Socialiste. Ka dhe Partia Socialiste, mendon që jo? Ka dhe nga Partia Socialiste. Ja, do ta shohim shpejt në zgjedhje. Po, së desha të them, që treguesi më i mirë i mbështetjes së qytetarëve ndaj Partisë Socialiste do të jenë zgjedhjet që janë vetëm një vlerë. Madje do ju surprizoj shefi juaj. Do e çoj vendin e zgjedhjet para koshtë, ku do jeni? Nuk kemi çfarë të bëjmë, sepse ne kemi votësimin e mbi 850.000 shqiptarëve. Dhe nuk ka kaluar
është thuajse gati 1 vit, pra pak më shumë se sa 1 vit nga kalimi i këtyre zgjedhjeve. Dhe nuk kemi prishur asnjë kontratë me qytetarën, sepse ai sheshja aty, përveç këtij grupimit që e përmendëm disa herë tashmë. Ky është gabimi i madh që bëni ju. Ju bëni paralelizëm me numrat. Ju priti që aty t'jenë 851.000 dhe që ne themi që shiko, tani po. Tani unë... Shiko, e di si demokraci, ju shikoni çdo ditë, ju shikoni çdo ditë këtë sheshem, po ne shikojmë çdo ditë qytetet në të cilat jetojmë. Njerëzit me cilët takojmë. Dhe njerëzit tek ato qytetet atje mund të kenë shqetësim në raport me qeverisjen, po nuk kanë të përkesa e këtij Unë besoj që disa herë që kthehesh atje kam më pak njerëz. Ky është problemi. Dëgjova disa herë që tha 13 vjet, 13 vjet. Po, 13. Ore, mbani mend Shqipërinë ju para 13 vjetësh. E mbaj mend shumë mirë. Se qytetarët nuk e kanë harruar se si ka qenë Shqipëria para 13 vjetësh dhe çka ka bërë Partia Socialiste. Ju mendoni që keni filluar në vitin 0, po ky është gabimi që bëni pra. Ne realisht kemi filluar në vitin 0 me gjendjen që ka qenë Shqipëria. Liberalizim vizë. Ja do ta them se ka qenë Shqipëria. Nuk ka në një gjendje të mjerueshme. Ti nuk ishe. Ju keni humbur realitetin me njerëzve që ishte shkolla, nuk ishte infrastrukturë. Më thuaj një reformë që keni bërë, një reformë. Asnjë gjë. Ke pas autostradë e kombit. Më thuaj një reformë tek që keni bërë që është në njerëzit që punonin në administratën publike. Nëse i tekesh e drejtuesit Partisë Demokratike vinte dhe ishte brenda ditës dhe nuk ishte NATO-s me liberalizimin e vizave. Kartë presidenti ishte e Bashkuar të Amerikës ka fushkruar. Është një Shqipëri me standarde që punon çdo ditë për të përmbushur kriteret për Bashkimin Evropian. Dhe Bashkimi Evropian nuk është term. Bashkimi Evropian është reformë, është standard që vjen çdo ditë te qytetari shqiptar. Po lema këta poezi, janë poezi. Nëse qeveria juaj do kishte bërë gjithçka mirë, qytetarët nuk do dilnin në protesta. Ne bërë gjithçka mirë dhe këtë kam artikuluar. Tu fillon ai reflektim që programa ka fillojë nga vetja, pastaj edhe nga qytetarët nga ana e tyre. Shumë e rëndësishme që e parat mos mohojmë ato të mira që janë bërë gjatë kësaj qeverisje. Pra nëse duam të jemi të vërtetë, keni marrë mandat, keni pasur ekonominë në dorë, patjetër që duhet i bëni. Kemi përmbushur atë premtim që i kemi dhënë qytetarëve. Në këtë mandat i kemi premtuar që uje drita, prapë uje drita po thonë. Kemi planuar rrugët ju ran juve. Kemi tash ju po flisni për raste sporadike që padyshim mund të ketë një rruga e Elbasanit ka 100 vjet që diskutohet. Mbani me qendrat e qyteteve po nuk e mbajnë mend fare, ta nuk e mbajnë mend fare qyteteve si kanë qenë. Një zonë rurale nuk ishte një llambe në qendër të 10 vite që merrem me politikën e mbajmë mend shumë mirë përpara se vinte Partia Socialiste. Po, ti kemi të qarta, domethënë, jo këto nuk e mbajnë mend. E mbajnë mend shumë mirë se kam qenë profesion dhe i di shumë mirë. Kam ndjekur hap pas hapi bashkë me atë albumin që mori zoti Rama në dorë, edhe kur vajtëm në Elbasan, nga Elbasani ishte në Durrës, prezantoi projektin për Shqipërinë dhe rilindjen e 2013-s. Kam ndjekur vetë. Kështu që projektet, siç janë thënë, mund të jenë bërë disa gjëra, rilindjen urbane, rilindjen urbane, mbajmë mend patjetër urbane, fasadat e qendrave janë të bukura, janë për vetëm fasadat e qendrës. Bër rrugët, po ne linja urbane, rilindja, po sigurisht që ti kalon nga kërkesa e qendrës te rrugica, sepse në mandatin e parë është bërë qendra e qytetit. Janë bërë rrugët kryesore, akset kryesore të qytetit. Keni harruar është mandati 4. Do të ishin mbaruar edhe kufit jashtë me shtetet tjera. Është bërë edhe pjesa e ndriçimit. Nëse në të tretin është bërë edhe një koronavirus, jete mandati 4, është ajo rrugica e fundit. Keni duhet. Se bëju në opozitën, jo. Tani ka një gjë që është shumë e rëndësishme. Tash i kaloi era dhe parë, shkollën kaloi era dhe 2 prapë. Unë që se ka mërë në ujë në mbru juve, në regullë është bo. Basha unë të thashtë parë, është fjalia jote. Berishën e kishim. Nëse do të klasën një gjë për qeverinë, mund të bëjmë dhe një mision tjetër, po, për Berishën e kishim. Ne kishim të Berisha dhe ne flasim dhe për Berishën dhe për qeverinë. Ne mund të themi që në 13 vite mund të mos jetë bëjë gjithë shka, por është bërë diçka. Dhe kjo nuk duhet më huar. As mos bëjmë militantin, por as mos të ngacmohemi në prizme që të nxjerrim atë që ndoshta ju bëni sikur i keni harruar. Ne nuk mund të themi që
Shqipëria nuk ka përparuar. Ne nuk mund të themi që infrastruktura nuk ka ndryshuar. Ne nuk mund të themi që qendrat urbane nuk janë ndryshuar. Qytetet kanë ndryshuar pamje dhe kjo ka qenë një vizion mjaft i mirë që i ka dhënë një mundësi qyteteve të rigjallërohen. Ne kemi parë investime që duhet bëjmë vërtet një mision tjetër, por dalim te objekti që ishim, se kaluam nga një objekt. Nuk mbaroj se janë 14 vite qeverisje ti do të diskutosh në 45 minuta që kanë mbetur. Nuk i rëndë ju s'përmendët që ra një tërmet i cili shkatërroi të 4 qytetet kryesore të Shqipërisë. Ju nuk përmendët që patëm 3 vite pandemi, që ka 5 vite që akoma ka familje që s'kan marrë akoma banesat nga tërmeti, ose nuk janë ndërtuar se si ishin ndërtuar. Hajde të gjejmë, por ndërtesa janë bërë pafund edhe ja është dhënë maksimumi i mundshëm, besoj që nuk di individ pasaj, se po ty me individ... Se tani, një person që mund ishte pak më me cinizëm, mund të është që patjetër që duen 5 vite për ndërtuar një shtëpi të shembull nga tërmeti, ndërkohë që kullat ndërtohen për 2 vjetë, që janë nga 20-30 kate. Nuk di kull 30 kate që ndërtohet për 2 vjetë. Se nuk është se po të kërkoj llogari ty për qeverisjen, kur kem qeverin, patjetër që da kërkoj llogari sa të kalum nga një objekt që kishim përgjithshëm. Ndihmoj Ramën sot me mungesën e vet apo jo? Ti them 2 fjalë për fillimin që unë nuk e mora dot fjalën. Tani, pjesa e atyre personave të cilët sot ishin të organizuar dhe për policin, tani ne patëm një polici e cila ka përfunduar një 11 punojës policie në spital sot, dhe unë nuk di që një protestues tjetë në spital. Po, një faktën që ishte me hyrje të mundës, kjo është tregues që policia ka tentuar të menaxhoj protestën deri në maksimumin e saj profesional për të mos tejkaluar dhe për të mos përdorur dhunë, ashtu si që cilësua nga një pjesë e protestuesve, dhunuesve të policisë dhe një pjesë e opozitës. Mendoj që policia është gjendur e papërgatitur, dhe ky është një reflektim që duhet ta bëj. Ne kemi thënë në qënë ditën e parë, ata të cilët ishin budistët, ato të cilët ishin kaq miqësor, ata të cilët i morën fëmijët për të pikturuar në shesh, ata të cilët i morën fëmijët me karroca, ishin po ata të cilët i morën fëmijët dhe gjushin me thika, me shigjeta, fotot e politikanëve. E kupton domthon çfarë mentaliteti ka brenda kësaj proteste, nuk janë kaq paqësor, po janë si ajo kafsha e egër e cila ruan thjesht momentin për të sulur, po jo që ishte kaq paqësore. E kjo nuk është gjithë protesta, duhet ta themi. Po pra, se diferencojmë elementët që... Neve na duhet motori, nuk na duhet neve ato pjesa e zbukurimit. Qytetarë atje kanë sa dush, shkojnë për qef, shkojnë për hall, shkojnë për shëtitje, shkojnë për gjitha natyra, dalin dhe bëjnë... Aty da bëjnë shëtitje. Kishin dhe i martes, mirës. U bë dhe i martes. Po. Pse Partia Demokratike sot nuk ishte në parlament? A ka frikë Berisha nga mielli, nga vezët? Këtu opozita ka treguar bashkë me Sali Berishën, treguan që ishin një mësues jo i mirë i protestës, sepse duhet pranuar që protesta liderin apo mësuesin kryesor e ka patur Partinë Demokratike. Ajo e ka furnizuar, ajo ka dhënë një pjesë të ideve, idet ka rënë kontradikt me njëra tjetrën. Ka bërë dhe Partia Socialiste ka zaptuar sheshi ka qenë gjithëve. Me jepte atë iden atij personi që ishte ullë të dega e pemës dhe priste degën e pemës dhe ra vetë poshtë pastaj. Dhe sot ra Partia Demokratike sepse mendoj po të shkonte, do të merrte vëmendjen e protestës, sepse nga vezët nuk shpëtonte, se fëmia që... Do merrte vëmendjen, ka 33 ditë s'ka marrë asnjë vëmendje. Fëmia që e rriti i ka dalë nga dora. E kupton? E di që Partia Demokratike shkojnë atje dhe bërtasin Berisha në Burg. Bashkojnë korit, i ka për euforia. është bërë dhe trend. I ka kap entuziazmi. Dhe, po pra, Rama në Burg, Berisha në Burg. Po mi pra, ne po flasim për PD-n, se këto e kemi gjuhë, nuk është, se kam problem ta them, e kam thënë, nuk është në i gjë. Që problem e kese, po ta thush. Unë po flasim pse Partia Demokratike bëni dhe mësuesin dhe pse nxënësi u rriti dhe i doli jashtë kontrollit. Ky është problemi. Dhe sot Partia Demokratike ka tentuar mos të marrë vëmendjen. E ka ditë që do bëhet objekt i
i vezve, i sulmit e tjere, ka ditë gjithë skenarin, sepse ne kemi parë edhe deputet Partisë Demokratike që rrinë përqafohen e merren në mbrojtje nga një pjesë e organizatorëve të protestës, dhe këto organizatorët protestës janë pjesë përbërëse e strukturave, apo ish strukturave. Pra, po thua ka dhe një nga demokrat. folësit kryesorë u bë dhe antare kryesie, a nuk e di, mori një pozicion Kryetare e Këshillit Kombëtar, pra ne e pam që Partia Demokratike është brenda. Mirë po, problemi është se duke qenë që ka rrit një fëmijë jo të mirë edukuar, i ka dal nga duart dhe sot nuk kishte se si ishte pjesë asaj proteste, se do bëheshe pjesë e minimalisht e vezve, se tulla nuk besoj, sepse tullat i kishin të mirë organizuar ata se ku të shkonin, tullat e gurt, ato ishin vetëm të fokusuar për policinë dhe ishin të mirë menduar gjithë skenari, nuk kishte gjë aty pas skenari, sepse po ta shikosh sot nuk kishte fëmijë aty, nuk i kishin lënë karrocat, nuk e di ku i kishin lënë, domethënë sot në protestën e paraditeve, ndërsa mas dite i marrin karrocat. Mirë po kjo nuk ka funksionuar dhe kjo nuk ka arritur të tërheqi... Dhe Rama në wall regja, po? Ky lloj skenari nuk arriti do të tërheqi qytetarët dhe të bëj bashk një pjesë dërmuese e cila do të shkonte pastaj drejt asaj që ne do të mendonim dhe do të shkonte qeveria drejt dërgimit vendit në zgjedhjet parakoshme. Ndërkohë kemi ngel në atë grupin e ngushtë të militantëve të 3 partive të vogla, të cilët kur harrojnë vendin ku e kanë përcaktuar, gjenden përballë atyre të cilët nuk i duan. Kur shkojnë atje ku kanë vendin, sepse i kanë ndarë dhe zonat, shkojnë futen te sektorët e partive, te parcelat. Kur dalin ashtë parcele, i ke pati që ju bërtasin edhe ju thonë qa do këtu, edhe ato abiten, thonë, kemi arën parcelën e gabuar, pap, shkojnë futen ke parcela e vetë, kur ngatrojnë parcelat. Mirë, e rikthevi njërë statusin e Ramës në vëmendje për fjalin e fundit, ndërkohë që dhe zoti Rama ka shkruar sa duhet akoma durim e pastaj i vjen radha reflektimit. E kështë shoqëruar me një emoji të flamingove, ndërkohë sot zoti Balla ka thënë edhe një tjetër detaj që lidhet me vazhdimsinë ndoshta të protestës. Zonja Bylykbashi, sot kryetari i grupit parlamentar tha ai grupi të rinjve dhe të rejave do të vinë për të biseduar. Është kohë për reflektim, duhet dhe pak durim. Keni ndonjë indicje, ka pasur ndonjë, le themi, emisar që ju ka treguar që do të ketë një diskutim, mund të ketë negociata me protestuesit në shesh, dhe nëse po si mund të realizohen këto? Me koston e çfarë? Formën dhe me mekanizmat, nuk ditja u them sot, nuk kemi akoma një indicje, por pa dyshim që ajo që ka dashur besoj edhe kryeministri, po që tha edhe zoti Balla, sot është fakti që pasi e gjithë pjesa e ndikimeve do të zbehet, sepse qytetarët çdo ditë po e kuptojnë çfarë interesash kanë dhe do t'i largohen protestës, padyshim, do t'i largohen protestës sepse do të bëhen koshient që janë përdorur për kauza të ndryshme nga qëllimet e tyre. Atë ditë ne do të gjejmë mënyra se si të dëgjojmë të çdo ankesë që kanë qytetarët shqiptar dhe të adresojmë çdo shqetësim të tyre në raport me qeverisjen. Dhe ajo ditë është me orë, është me ditë, është me javë? Fuqia, besoj që është me ditë, fuqia që ka Partia Socialiste dhe që ka pas në të gjithë këto vite, ka qenë se dëgjon njerëzit. Çfarë do t'i ofroni protestuesve? Ne do të dëgjojmë çdo shqetësim të tyre, do t'i japim zgjidhje çdo shqetësim të tyre. Një shqetësim, por jo, në fakt nuk është dorëheqja që kërkojnë qytetarët. Qytetarët kërkojnë të gjithë në korë. Qytetarët... Po flas tani për Mburg, se s'mund të negociate që të shkojnë në Burg, ose jo? Që këndojnë ata të mikrofoni aty dhe që janë këta që kanë interesat të tjera që të vinë në pushtet, ndërkohë që pjesa tjetër e qytetarëve kanë pasur kërkesat e artikuluara shumë mirë. Po flasim këtu për qytetarët që kanë ndjeshmëri ndaj mjedisit, për qytetarët që kërkojnë më shumë transparent në raport me projektet dhe investimet strategjike që kryen Shqipëri, po flasim për ata qytetarët të cilët ndoshta për arsye se individ caktuar të cilët ushtrojnë funksione shtetërore në papërgjeshmërinë e tyre nuk i ka shërbyer siç duhet dhe i ka irrituar, dhe qytetari ka plot të drejta bëj këtë gjën. Ne sot padyshim kemi një administratë
që ka evoluar edhe që performon në një mënyrë shumë më të mirë se që bënte vita më përpara, po kjo nuk do të thotë që në brenda asaj administrate ka njerëz akoma të papërgjegjshëm. Po pra, edhe SPAK-u ka evoluar më shumë dhe më shumë korupcion gjendet në radhët e administratës. Do të reflektojmë në raport me të gjitha këto çështje për t'i dëgjuar dhe për të gjetur zgjidhjet që do të dakorsohen me qytetarët. Po, është e panegociueshëm Rama të japi Partia dorëheqjen. Socialiste dhe Kryeministri Rama, qeverisë, në bazë të kërkesave dhe kontratave të lidhura me qytetarët dhe ka ditur në çdo rast të dëgjojë ato. Ne kemi shembuj sot se po t'i kthehemi protestës së armëve kimike, po t'i kthehemi protestës së studentëve. Po, armët kimike, zotë Rama u tërhoq, nuk kemi në të njëjtat kushte. A do të rriqet nga projekti Zvërnete? Në të cilat është ulur, ka diskutuar, por absolutisht jo nuk është opcion fare dorëheqja, sepse ne kemi punuar shumë në gjithë këto vite për të krijuar një Shqipëri të stabilizuar, një Shqipëri ku funksionon shteti ligjor, dhe nuk do ta çojmë sot Shqipërinë, që është në momentin e saj më të mirë për të bërë një ndër shtetet e tjera të Bashkimit Evropian që të destabilizohet dhe të kthehet te 97-a. E zgjuat sot që kërkonin kthimin te 97-a. Se tash mu kujtua, një nga protestuesit atje thoshte, ne, pasi dikush tjetër përpara një 2 ditësh tha, dhun deshët se si jeni këtu, ky tjetri sot thoshte, do të kthehemi te 97-a. E kuptoni çdo me thënë? Në kuptimin që nuk merrni vesh me të mira, e grusht të shtetit. Edhe mënyra tjera. Po, sot që kishin blokuar rrugën te Minepeza, një 5 veta, ishin një 30 veta tjera që i thoshin policisë, o ngreni ju me dhunë ose shkojmë e ngrejmë. Ja, se i thirre, Basha, i thirre tani janë tek Minepeza. Ja ku i kje. Ja ku janë tek Minepeza. Dek protestuesit pamjet live faleminderit. Sa do që ta zbukurojnë, nuk po zbukurojnë, po themi realitet dhe fakt. Mund ta zbukuroni me se këtë punë keni, është puna juaj, nuk kam punë. Po themi realitet dhe fakt. Mund ta zbukuroni se doni, pa ata qytetarë në përgjithësi janë të mërzitur, janë të pakënaqur nga kjo lloj qeverisje. Ka 13 vjet, po pra. Do reflektoj kryeministri apo do reflektojnë qytetarët? Se pas kryeministrit i bie që do të reflektojnë qytetarët, kupton? Që do të ikin. Jo, nuk ja thën këtë, mos e keq interpreton, para sa po e pat shfaqur në ekran. Po kjo nuk është hera vetme që ka thënë, sepse tashmë e ka artikuluar. Gjitha kjo ka ardhur sepse kemi 13 vjet qeverisje, po 13 vjet skandale. Ishtë zëvendës kryeministra, dikush në Rati, tjetra tashmë në nëhetim. Po pra, po kjo drejtësia, kush e bëri këtë drejtësinë? Se u tha dhe ku për indërtimit, edhe ai i indërtimit Tigri, edhe ai tjetri dihet se ku ka ikur tashmë. Se kjo s'është luftë individi, kjo është luftë shteti. Shiko, një majorancë, një qeverisje duket e suksesshme nëse realisht bën reforma të cilat po themi. Po reforma në drejtësi, si duket? Edhe atë do ta them, do dalë aty. Nëse do i marrim në mënyrë telegrafike ka një gjë. Po të përmarë disa reforma. Reforma territoriale totalisht të dështuara. E pranojmë të gjithë. Po e bëjmë të re. I quam gjithë fshatrat në mënyrë absolute, i shkretuam, madje në njësitë administrative tashmë, në vend që të shkojnë qytetar, kullosin gomerët. Sepse nuk ka askush se nuk kanë asnjë lloj se e njoh mirë këto. Të lutem. Po, jo, po se i kemi diskutuar reformat, lutem. Në reformën shëndetësi. Në reformën shëndetësi, nëse doni check-up, sterilizim, i keni gjithë tek dyert e SPAK-ut. Me ish ministrin aty brenda. Doni në fushën e mjedisit. Kush është incineratori i cili doli suksesshëm reformat të cilët do zgjidhin problemin e mbetëve në Shqipëri. Edhe ata janë të gjitha në SPAK. A doni përrasimin? Shikoni rankimin që kemi në PISA. Çfarë do të më jepni ti toni? A doni shikoj një gjë, një element shumë e kapet dhe Reldari. Po ju marr dhe rrugët. Rrugët për herë të parë, për rrugët pra. Rruga e Arbrit nuk e di se sa vite ka dhe akoma s'ka përfunduar. Dhe për herë të parë, qysh nga koha e Zogut, edhe në kohën e Zogut, nuk na ishte bllokuar Shqipëria, Juglindja, u bllokua një muaj. Është reforma që manë fragmentarisht. Një muaj u blokua vendi. Nuk kishte mundësi nga njerëz që ula në xhep. Dhe ju thoni nuk keni reformë që kanë ngelur në kohë, që të jetë suksesshme. Dhe ju thoni do hyjmë Bashkimin Evropian. Që të hysh në Bashkimin Evropian do duhesh përafrosh standardet. Sepse nëse përafrosh standardet, nuk kemi nevojë. Po, me ligin për zonat e mbrojtura duke i gllabruar njerëzve dhe duke i marrë qytetarët e cilët kanë punën të tyre. Po nuk është kështu. Çaça, nuk kërkoni zinit se argumenta nuk do të thotë që janë fakte. Po jo se vetë merresh me reformën, tani kena bërë reformat. Do jemi këtu. Jo, reflekton. Ja, një sekond, reflekton qeveria apo reflektojnë qytetarët? Do duhet sa herë që qytetarët dalin në protestë, do duhet reflektojë
qeveria. Këtë aksion nuk e kam shpikur unë. Po qeveria më i madhe. Po ja ta shikojmë se si do e bëj pra. Se ka 32 ditë se keni thënë që reflektuam, çka keni reflektuar deri tani? Do reflektojmë. Jo, thotë që parë. Po thash pra. Ne kemi reflektuar, si keni reflektuar? Kemi reflektuar në raport me nevojën për të dëgjuar qytetarët që të flasë. Po keni një vit si që jeni nxjedhë, me një vit se keni mbushur akoma. Si ka mundësi? Çfarë ka ndodhur që qytetarët janë kaq irrituar? Po, një pjesë e qytetarëve janë. Një pjesë. Okej, Pasha, më thuaj, do reflektoj qytetarët, do shuhet protesta, Rama do t'i uli në negociata, si e mendon në vazhdimësin? Me ditë, thot zonja Belut Bashi. Vazhdimësia do vazhdoj të pak dhe si pas asaj që unë gjykoj, është që... Dere me datë 4 e kemi të sigur. Qytetarët në një vënd, unë nuk di në një vënd demokratik që gjithë qytetarët jenë knaqër. Sepse pranaj quhet demokratik, njerëzit kundërshtojnë, njerëzit kërkojnë, njerëzit nuk janë dakord me gjitha. Kam dhe një pyetje tjetër. Më të shkurtër. Dhe në fillim kemi parë një pjesë dërmuese të qytetarëve të cilët ju bashkuan protestës për shkak dhe atij bombardimit me informacion më njëhershëm, pa kënaqësi etj që e ngriti protestën. Endezi Partia Demokratike duke çuar gjithë militantët dhe gjithë strukturat e saj bashkë me partitë të vogla dhe sigurisht që ishte një miks mes atyre të cilët kërkonin të kishin një Shqipëri e cila të frenohej spaku drejt antarësimit Bashkimit Evropian, të përzinte disa investime të huaja të cilët do të vinin përveç se përfitimeve ekonomike do të sillnin edhe siguri kombëtare, sepse ne po flasim për investime që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleati kryesor, dhe kishte një qasje të fortë të politikës Shqipërisë dhe të kryeministit Trump me presidentin Trumpit. Tani është pastruar mjergulla deri diku, tani ka ngel disa mbetje, po them në kuptimin jo mbetje si mund ta marrin ata të cilët duan të përdorin fjalët. Socialistët i quajtën sociale sot dhe politike. Kanë mbetur disa nga elementet e këtyre që thash, dhe kemi edhe një pjesë të qytetarëve të cilët vazhdojnë... Pasha, e shumë e qartë, me Flamingot do të diskutojnë Rama, se Sorra thot do rinë aty në shesh dhe do vazhdojnë. Me Flamingot, ka në një diskutim? Kush është Flamingo? Atë se ti unë atë e ka ta Rama, unë nuk i ditë ndaj. Ai që ka ngritë shqetësimin e arsimit, ai që ka ngritë shqetësimin e rrogave, ai që ka ngritë shqetësimin e administratës e cila mund ka zyrtarë të cilët mund të kenë sjellje jo të përshtatshme. Pra, ky do të jetë reflektimi dhe unë besoj që ky duhet të jetë reflektimi dhe tu duhet përqendrohet qeverisja për t'i dhënë përgjigje qytetarëve. Ata të cilët kërkojnë shesh për të bërë shesh, ata nuk do marrin përgjigje dhe s'duhet marrin përgjigje, dhe ata kanë vetëm një përgjigje. Ata që shkatrojnë Shqipërinë duhet marrin përgjigje institucionale dhe duhet jo, nuk ka mbytje thonë, ata thonë vdekje shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, nuk e di çfarë lloj. Jo, Shqipëria e shqiptarëve. Unë kam thënë që në ditën e parë është protestë mbyllur, nuk do prodhoj asgjë, përveç se atë që ka prodhuar atë që thash që e detyron Edi Rama të reflektoj thellë në raport me gjithë atë politika shqiptare është kalova domin pika se dihet ajo punë dhe në 2029 Edi Rama do shkoje në zgjedhje dhe pas 2029-s rrezikon që nuk e di do të ketë një dyshim tjetër të forcave politike se nuk më i përgjigj. Partia Socialiste është një parti e strukturuar shumë, ka infrastrukturë shumë të fortë. Po thua ka projektuar edhe 33-shin, a? Unë nuk e kuptoj se dëgjoj, këto vërtet po i bëjnë presion Edi Ramës dhe po i bëjnë presion të jashtëzakonshëm, por nga do ta gjejnë zgjidhjen, zgjidhja do jetë institucionale. Pra nuk mund të kërkojmë zgjidhje jashtë institucione, nuk ta pranon askush, nuk duhet të ketë një projekt shumë të madh. Megjithatë, në vota infrastruktura që ka Partia Socialiste në kushtet që flasim, me këtë numër popullsie që ka Shqipëria brenda, krijon realisht një rezultat disfatist pastaj. Okej, meqense jam te ty, po marrë dhe pyetjen e fundit, do ta lez zonjën Belut Bashi për në fund. Eldar, me datë 4 të shtunën është njoftuar proteste e madhe kombëtare. Do më kesh media gjithë ditën. Po, do jesh në media gjithë ditën, me më bash në një lidhje, nuk ka dyshim. Tani pyetja ime është protest kundër Amerikës, apo do t'jetë dëshira që për ditëlindjen e Ramës do t'i bëjnë një tort për t'i fryrë qirin dhe për t'i larguar dhe për t'i auruar për ditëlindje. Ma thuaj, ku e projekton më shumë? Jashtë çdo lloj interesi, s'kam asnjë lloj interesi, po ta shikosh
t'i dalish turmave, interesi im të t'ishte t'isha si këta influencerat, t'isha pro turmës, mërshim me klikim në i gjë. Jam kundra kësaj sepse është i relarë edhe kur konsideroj realisht, e konsideroj shumë serioze këtë lloj proteste. Tu do të kuptojmë, presioni i shoqatave, kam qenë në 30 sekonda, kam qenë gjithmonë aty dhe i kam parë me shumë kujdes, me detaje. Presioni i shoqatave që po bën dhe këtu të dalin fitues dy grupet, kanë për të humbur vetëm qytetarët. Të dalin shoqatat, krerët e shoqatave që janë sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, Soros e tjetër, shumë të fituar, sepse janë paguajtur për të ndërgjegjësuar opinionin. E kuptoj, me datë 4. Me datë 4 s'do bëhet asgjë, do vinë një grup vulgu, do tentojnë prodhojnë një dinamizëm ndryshe, do jetë vulg i cili është ngritur në pjedestal këto kohë, asnjëherë nuk kam parë realisht marrë vëmendje kaq madhe vulgu sa ka marrë gjatë këtyre ditëve. Okej, Basha? Nëse Partia Demokratike... Protestë kundër 250 dhjetorit e Amerikës, në thonjë apo procesuarit lindjen e Ramës? Çfarë do mlidhen? Kanë gjetur një, po të shikosh në protest, kjo është pjesëmarrja që është ditës sotme. 700 veta, 500 deri 700, ja 800 veta, kjo është pjesëmarrja e përgjithshme. Por kanë zgjedhur një datë e cila mund të sensibilizojë. Paradite thua apo mbasdite? Mbasdite, paradite 15 veta ishin. Paradite 50 veta ishin. Tani, nga gjitha drejtimet. Mendoj që 15 ishin në hyrje kryesore, 15 të... Okej, do festojnë ditën e Ramës, qa do mblidhen në 4 korrik? Në 4 do mblidhen, shikon, nëse Partia Demokratike do të angazhohet, do të thrasi gjitha strukturat e saj bashkë me partit tjera të opozitës, mund kemi një protest të krahasueshme me ditën me një të parë, jo ato që erdhën nga Kosova, nga Maqedonia, etj. Po, se duhet ta mbyll. Do jetë diçka, protestë normale që bën opozita. Pra se këtu kemi bëjmë me opozitën. Edhe ato që janë protestë, opozitarë kanë qenë, ne i dim mirë dhe i kemi parë dhe profilet e tyre, ti shikosh gjithë antarët e organizatave të Partisë Demokratike e të pakënaqur. E qartë, Basha se s'kam sekonda, do jetë një protestë masive, madje do të jetë shumë e rëndësishme për vazhdimsinë, nëse do vazhdojë të kemi këto konsistencë në lidhje me pjesëmarrjen. Faleminderit zonja Bylik Bashi për të lindjen e kryetarit apo kundër Amerikës, si është protesta? Unë shikoj që kjo protesta apo qytetare demokratike. Kjo protesta vetëm tash nuk ka lidhje me as me fjalën demokratike dhe as me qytetare. Besoj që atë ditë në protestë do jenë po ata që u quajtën diaspor, por që në fakt janë autokton trojet e tyre kosovare dhe shqiptar të Kosovës edhe të Maqedonisë, dhe që do jetë një grupim që shoqëron këta drejtuesët me interesat ndryshme dhe që do bëjmë protestën atë ditë, por nuk e shikoj që asaj proteste do t'i bashkojnë qytetarët, se qytetarët sot më shumë se çdo ditë tjetër ishin shumë të qartë. E qartë, faleminderit zonja Bylik Bashi, faleminderit Basha, faleminderit Rindar, faleminderit Çaça, faleminderit juve që na ndoqët, bashkë na jemi këtu natën e mirë.